Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit që zgjodhe gjete kohën, mundsove kohën të jesh në Buçi Podcast si fillim. Është kënaqësi sinqerisht që jam këtë komunikim me ju dhe urojmë takimi vazhdimisht. Shpresoj. Shiko, unë këtë episod do mundohem të prek shumë gjëra, domethënë, sepse jam vetë shumë kurioz, por që normalisht edhe për të ardhmen do kisha shumë dëshirë që të komunikoni përsëri për të, le të themi, për të shigjetuar disa tematika më në brendësi. Po si fillim, me personazhin tuaj unë kam rënë, le të themi, në kontakt gjatë periudhës së pandemisë, si ma merr mendja për sa i përket pjesës vizive, televizive dhe aktivizmit, një pjesë e madhe, si e moshatarëve të mirë, po mbase të tjerëve. Mbase për moshatarët tuaj, ky ka qenë momenti i parë për shkak se përplasja ime me policinë e vazhdueshme përbënte një lajm më interesant në një kohë terrori nga ana e policisë në mos ke moshët e reja. Dhe ajo ka qenë një kohë e vështirë. Dhe për mua kjo ka qenë një eksperiencë e parë me brezin e ri mbas shumë vite, sepse shumë dekada më para, vitet 90-2000, unë merresha ekskluzivisht me organizata rinore në atë kohë dhe merresha me koordinimin e organizatave rinore më saktë, me koordinimin e leadershipit rinor dhe pjesëmarrjes rinore. Po kisha një 20 vjet që kisha humbur kontakt. E kuptoj. Me që përmende vitet 90-të të gjitha. Do doja domethënë për ne, sepse edhe unë nuk e di shumë atë, siç i themi në fjalën e bukur shqipe, background në formimin tuaj, domethënë se si ka qenë më përpara, si ka qenë eksperjenca domethënë që prej diplomimit tuaj që keni kryer diplomimin me meritat e tuaja për avokat dhe më pas me këto nismat që keni ndërmarrë si koordinime, si aktivizëm, apo si kjo aktivizmi tash kohë të fundit ka marrë dhe një lloj konotacioni pak negativ, por që në fakt është një gjë shumë neutrale. Tani është punë. Atëherë nuk ishte punë, ishte angazhim. Sot është punë. Domethënë ti do bësh diçka dhe do paguhesh për këtë gjë dhe aktivizmi do të varet edhe nga sasia e parave në treg. Domethënë sot është punë. Dikur nuk ishte e tillë, ishte madje konsiderohesh pak don kishoteske si lloj gjëje dhe ishte vështirë që të kuptohesh. Flasim këtu në vitet 90, më kupton kur Shqipëria vinte nga komunizmi që punë vullnetare kishte detyrueshme dhe kur ti vazhdoje vullnetarizmin duket sikur ishte mbrapa kohës, ç'ne ti me këtë punë do të merresh me një gjë tjetër, po në fakt unë atko merresha me biznes, merresha me angazhim akademik, po merresha edhe me aktivizëm, sepse mendoja se më përshtatej shumë edhe me dëshirat, por dhe me mënyrën se si unë e shifsha realitetin atë kohë dhe si mund të angazhohesha. Po në lidhje me shkollimin tim, do thoya që unë kam nisur shkollën në vitin 88 dhe kam përfunduar në vitin 97. Kam bërë 9 vjet shkollë, kam bërë 3 studime të ndryshme universitare, të lidhura me njëra tjetrën disi. E kam nisur me filozofinë, e kam vazhduar me punën sociale dhe njëkohësisht me juridikun dhe kam përfunduar juridikun në vitin 97. Në këto 3 shkolla mësova asgjë. Domethënë mora nota shumë të mira, po me thënë të drejtën, shumë vite më vonë kam studiuar për llogaritë time dhe mësova për vërtetë. Po në shkollë, me thënë drejtën, ndonjë pedagog bënte diferencë që isha shumë i përfshirë në atë pjesë që ai ishte si thosh me cilësi të lartë, po me thënë drejtën shkollat që kam ndjekur unë në atë kohë ishin shumë të mira se sot, po unë nuk kam mësuar gjë nga ato shkolla. Dhe kam mësuar vite më vonë që s'kisha mësuar asgjë fare, edhe mbas kisha studiuar vetë kur erdhi koha e pandemisë, sepse gjithçka që lexova nga momenti kur filloi pandemia deri më sot më ka rrëzuar gjithçka që kam mësuar në jetë, gjithçka. Domethënë, gjithë leximet e jetës më kanë shërbyer edhe sot e kësaj dite, por tash i lexoj mbrapsht. Sepse ishin një tufë gënjeshtra. Unë kam pasur një profesor kur kam qenë në shkollë, akoma kam studiuar inxhinieri ndërtimi, më i këshillaj është inxhinier i njohur mbar botën edhe pse ishte një nga 3 profesorët që doje ta dëgjoje, edhe vetë thoshte të dashur nxënës, universiteti ju mëson thjesht të mësoni, nuk mëson asnjë gjë tjetër. Çdo gjë tjetër duhet ta mësoni vetë. I the gjitha. Kaq është, unë kam mësuar nga shkolla vetëm si të mësoj, po për të mësuar gjë aty s'kam mësuar gjë.
Vite më vonë kam mësuar, por pastaj kuptova që më kishin gënjur, më kishin mashtruar. Në çdo rresht që kisha lexuar ishte një gënjeshtër e madhe, sepse me dy fjalë do thoja që gjithë historia, gjithë letërsia, gjithë kultura, gjithçka që ne na jepet sot, ose më saktë që nga vitet 90 që hapet Shqipëria, po që në vitet 80 që unë kisha një moshë që nga 10 vjeç që mund të lexoja libra tamam me fjalë. Mësova që ishte një mashtrim i madh, ku ishte përcaktuar se çfarë duhet lexojmë, çfarë duhet të dimë dhe çfarë duhet mendojmë. Ndërkohë që e vërteta ishte thjesht një mashtrim i fituesve ndaj të mundurve. Ndërkohë kam 4 vjet që ekskluzivisht përpiqem të lexoj të mundurit, sepse këtë mundurit duke njohur se ç'thojnë të fituesit, mund gjej ekuilibrin midis mundurve dhe fituesve se çfarë ka të vërtetë. Rasti më tipik është i Gjermanisë. Gjithçka që lexoj për Gjermaninë, e lexoj me të qeshur për faktin se është një gënjeshtër. Është historia e fitimtarëve dhe gjermanët janë të mundurit. Historia e fitimtarëve është një rrenë e madhe dhe unë mundon të lexoj nga historia e të mundurve për të krijuar një ekuilibër në veten time për të kuptuar diçka, po sinqerisht sa kam lexuar në jetë pak njerëz ke takuar, por mendoj që ajo që kam mësuar më shumë është që unë nuk di asgjë. Ajo është më e bukur. Olga, si fillim tek pjesa që mbas duke studiuar dhe duke punuar deri diku, domethënë, ke bërë dhe aktivizmi. Me çfarë merresh konkretisht në ato kohë? Se ka qenë kohë të vështira, ka qenë goxha barbare, le të themi domethënë. Lidhet me një eksperiencë time në Gjermani në vitin 1994. Po. Në vitin 94 bëhem pjesë e një programi fantastik, quhet programi Eksperiment, ishte program 2 javor që ne nga lindja të vinim në Gjermani të shikonim në formë turistike dhe me takime, komunikime, marrje eksperience. Pra dhe quhet programi Eksperiment, se si ishte diferenca midis lindjes dhe perëndimit në Gjermani. Është një eksperiencë që unë e kujtoj gjithmonë, që në atë kohë unë nuk kam ardhur në Gjermani përveç në situate periferike, kështu, të shkurtër, dhe më ka mjaftuar si një eksperiencë shumë e bukur, sepse takova Këshillin Rinor Gjerman, i cili ishte një organizat ombrelle e shoqatave rinore gjermane. Shoqatat gjermane në atë kohë ishin më të fuqishmet në Europë dhe më masive dhe më të organizuarat, është pjesë e kulturës gjermane kjo gjë. Dhe aty erdha në Shqipëri me atë eksperiencë dhe ndërtuam në Shqipëri një strukturë të ngjashme quhet Këshilli Rinor Shqiptar. E kisha filluar me një shoqat në vitin 92, shoqata e sociologëve në Universitetin Shqiptar, ku e kishim themeluar bashkë një grup shokësh e mish në universitet me formimet jo thjesht ekskluzivitet sociologjik, po në fushën e shkencave sociale. Dhe patëm një aktivitet shumë interesant 92-94 në këtë shoqat, duke bërë gjithçka të mundshme që mund të imagjinohet. Dhe pastaj kuftova që roli im mund të ishte më funksional dhe më i dobishëm dhe më i këndshëm, dhe edhe më afër pikpamjeve të mia dhe mënyrës se unë e shifsha veten time në formën e një koordinimi organizatash, siç ishte Këshilli Rinor Gjerman. Dhe që nga viti 94 deri në vitin 2005 jam marrë ekskluzivisht me koordinimin e organizatave rinore dhe lidershipit rinor. Këshilli Rinor ishte koncepti një organizate ombrell, shoqatash rinore, të cilat si thosh kjo organizata e madhe duhet të ndihmonte ato që të fuqizoheshin dhe të krijonte një politikë rinore në Shqipëri. Ishte një politikë rinore, ishte themeli i krijimit të lidershipit rinor. Pra të ndihmoje të rinjt, të inkurajoje të rinjt nëpërmjet trajnimeve, organizimit, mësimit, bashkëpunimit, se si ata të bëheshin liderat e ardhshëm të Shqipërisë. Më ka shijuar shumë ajo eksperiencë, ishte afër koncepteve të mia dhe është një nga momentet e bukura të jetës time, por do thoja që periudha 92-94 kur e nisëm këtë punë, më dha mundësinë që të eksperimentoja të gjitha llojet e aktivitetit. Kur vjen nga komunizmi është tjetër gjë, kur vjen nga diktatura është tjetër gjë, nga e sotmja, po në atë kohë çdo gjë përcaktonte shteti dhe partia, ndërsa ti vetë mund të shpike çdo gjë që të kapte fantazia jote dhe mund të realizoje. Për shembull, të realizoj një koncert muzikës klasike. Mbas një javë një koncert për herë të parë të muzikës rock, heavy metal, hard rock. Të mund të organizoje një konkurs muzike, por mund të bëje edhe një simpozium shkencor. Mbaj më kemi organizuar një simpozium shumë interesant në kohën e Shqipërisë, 92 ishte 22 vjeç, me kështu në mënyrë krejtësisht psikopatike do ta thoja, gjetëm faksin që përdorte një shoku jon për të shitur raki dhe me atë faksin e tij lajmëruam gjithë universitetet e botës se do bësh një simpozium në Shqipëri. Morëm një libër ke rektorati, që kishte adresa akademike sociologjike, universitete, institute etj. Edhe i bombarduam me një faks standard
qëndroni vetëm kokën dhe nga faksi Iraklis njoftuam gjithë botën dhe u bë një simpozium Tiranë 2 ditor ke Pallati Kongreseve që s'është bërë ndonjëherë, filozofia, etika, mendimi sociologjik në shoqëritë postdiktatoriale. Erdhën pedagogë nga Amerika, nga Franca, nga Italia, gjithë departamenti i Kosovës i shkencave sociale, gjithë intelektualët e Shqipërisë. Ishte 2 ditë me nga 4 seanca në ditë, përkthimi simultan në anglisht, frëngjisht, italisht. Përkthyes ishin kokat e departamenteve të gjuhëve të huaja të Shqipërisë, ishte një gjë kështu spektakolare. Edhe ishte thjesht një iniciativë që 2 njerëz ulen, diskutojnë, i thënë vetë sa të tjerëve, edhe hajde bëjmë, kupton, as para as gjë. I gjetëm kështu, gjej një sallë këtu, gjej një gjë atje, bëj një gjë kështu. I ftuam pedagogët vinë të flenë shtëpia tona, tuaj thanë jo se i kena të mbuluar afjetjen, shqiptarët e Kosovës i morëm në shtëpitë tona, u bë një kryevepër. Po çfarë nuk bënim? Kampionat sportiv, bënim ekspozitën e Salvador Dalis, për shembull, për të parë në Shqipëri me ca piktura litografike që si kuptua më vonë, pasi kishte bërë ekspozitën, dikush nuk e kishte në mënyrë të klishme ato piktura, po ne nuk e dinim, i shfaqëm Tiranë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Pastaj kur mëra me leadership rinor, kuptova vlerën që kishte të ndihmosh ata që quhen të rinjt të gjejnë veten në një realitet të ri dhe të bëjnë ndryshimin. Eksperienca ime zgjati rreth 11 vjet në këtë organizim dhe angazhim, ndërkohë që unë merresha edhe me punë tjera, isha pedagog i sociologjisë në fakultetin ekonomik, merresha me si thosh punët e shoqatës time, kishim një biznes familjar me cilën si thosh nxjerrja edhe të ardhurat. Po ishte shumë e bukur se brinte gjithë botën, paguanin tjerët për ty, ti shkoje këtej, shkoje andej, edhe mësoje shumë. Ishte eksperiencë shumë e bukur. Ka qenë një nga eksperiencat e bukura të jetës, por dështoi në fund fare për shkak se një ciklon i madh erdhi në Shqipëri dhe rrafshoi gjithçka. E ke parasysh uraganët në Amerikë që kanë atë formë kështu? Kështu është logoja e Sorosit, erdhi Sorosi dhe shkatërroi gjithçka që ekzistonte. Më dole fiks në temë. Tani, duke me që nisë duke më treguar të gjithë këtë bukurinë, të gjithë rrugëtimin, këto gjëra të bukura, me koncerte, me ekspozita, bisedime, bashkëbisedime shkencore, akademike etj. Dhe ne pastaj si të vegjël, sepse kur ti ke mbaruar universitetin ose shkollën e tretë, domethënë unë sapo kam qenë 1 vjeç. Kështu që është një diferencë goxha e madhe dhe ne ose unë të njoh si le të themi si mund ta themi dhe pishtar për ta glorifikuar, po në një mënyrë neutrale do thosha si një skeptik shumë i duhur në ato momente. Edhe nuk ka rëndësi nëse ishe për mua si Bleon në ato momente nuk kishte rëndësi fare nëse kishte të drejtë apo jo. S'kishte rëndësi fare. Kjo ishte gjë më pak e rëndësishme. Për mua ishte më e rëndësishme që demokraci duhet të kenë zë të gjithë, nuk ka rëndësi kush ka të drejtë, atë gjykon publiku, po duhet të kesh mundësinë që të kesh mendim konkurrues, edhe të gabuar. Pikërisht, edhe unë këtë, nga që gjithmonë kam qenë edhe vetë që prej fëmijë kam qenë shumë trazavat, shumë cicmic që nuk më mbushej mendja kollaj edhe më tërhiqte pak ajo ideja në fillim që dalë më vëlla se okay, është ashtu siç është. E zëm se është ashtu siç është. Tani lëre vëlla të bëj gabim, se ai po e bën gabimin, nuk po e bën ti, domethënë pse është kaq problematike që dikush të thojë diçka sa do të gabuar. Unë fundamentalisht besoj që në qoftë se një njeri ka një fakti që ti bën një podcast, vërtetove atë që ke qenë i vogël. Që skepticizmin. Nuk bën podcast dikush që s'është skeptik. Se s'ka arsye. Jo, nuk e kuptoj ajo. Një alternativë i skepticizmit, po vetë si ka lindur si koncept fjala podcast. Po. Ideja e gjithë kësaj ishte se ishte një lloj periudhe, domethënë që pavarësisht unë jam i bindur që tashmë pavarësisht se nuk e thon, sepse ndihen keq tani shumica e atyre që mbronin doktrinën e shtruar, domethënë. Mendoj se tani e kanë kuptuar të gjithë që mungesa edhe shtypja e debatit publik sado i gabuar dhe ritheksoj për të gjithë ata që sado i gabuar të jetë mungesa e debatit publik ka qenë një nga gjërat më makabre që kanë ndodhur në historinë e njerëzimit, që ne si shqiptar ose rasti këtu si gjerman për shembull nuk i falet fare, duke pasur që ne jemi akoma le të themi relativisht të freskët nga komunizmi dhe shtypja e fjalës, edhe gjermanët kanë provuar se çfarë do të thotë të ndjekësh një ideal, domethënë pa bërë pyetje. Kështu që ishte le të themi një lloj distopie, një lloj
gjëje shumë surreale, domethënë të kupton që të thoje që shiko se do presë edhe pak sa ta bëj atë vaksinën. Dalë valla të bëjë një dy tjerë. Ke parasysh, do thoshë që jo se ti je shumë radikal dhe pikërisht ka qenë një nga fjalët që juve, jo vetëm si avokat Altin Goxhaj, por bashkë bashkëpunëtorët tuaj apo le të themi kolegë etj janë cituar gjatë gjithë kohës si radikal. Se është një çik karamele kjo për të gjitha mediat etj që janë radikal, janë persona të rrezikshëm. Një nga arsyet që thash që parë që na kanë treguar gënjeshtra vazhdimisht lidhet dhe me mënyrën se si kanë ndërtuar gjuhën. Fjala radikal është një fjalë e shpikur nga ky network globalist vite më parë për të stigmatizuar njerëzit skeptik. Dhe pastaj për të përdorur këtë logjikën e fjalës radikal për të shpikur terma izmash, radikal i djathtë, radikal në shkencë, radikal këtu, radikal. Në fakt, e vërteta është që njerëzit duhet të kenë pikpamje të ndryshme, po duhet të kenë dhe ideologji të ndryshme dhe kjo e bën atë pluralitetin. Por e vërteta është që e majta, e cila në këndvështrimin tim globalizmi është gjëja më radikale ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit, në mënyrën se si ka lëvizur kaq fuqishëm nga disa standarde deri disa standardeve që unë i quaj radikale dhe detyruan ata që dush për ta bërë veten normale, ata të na bëjnë radikal duke na shtyrë. Elon Musk ka një shprehje shumë të bukur që thotë që unë vetë thotë e kam identifikuar gjithmonë veten time si liberal. Por erdhi një ditë thoshte që e majta lëvizte kaq shumë ekstremisht majta sa unë djeva veten djathtas. Po jo se unë lëvizën ata e shumë sa u zhvendosa unë si një drejtës. Koncepti i fjalës radikal është një stigmatizim që ata i bëjnë tjetrit për ta bërë mendimin e tij që të duket pak ekstrem. Në fakt, unë besoj që fjalët dhe pikpamjet tona të kohës pandemisë kanë qenë gjërat më normale, po ishte aq normale shoqëria që duhet na i stigmatizonte ne si anormal, sepse nuk ishte ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit që të ndodhin ato që ndodhen atkoh, që ti thonin njerëzve, do bësh vaksinën megjithëse se ke kaluar virusin. Më fal, ka një shkëputje pak interneti. Patë nuk ka problem. Okej. Në atë kohë ndodhen sa gjëra çuditshme. Si mund t'i thosh njerëzve, ti ke kaluar një virus, po do bësh dhe një vaksinë. Po fal, po kaluar virusin, ç'kuptim ka vaksina? Se virusi prodhon antikorpe. Vaksina është për krijuar antikorpe. Po ç'i duan antikorpet artificiale, kur i kam natyrale që janë shumë më të forta. Dhe shkenca ka vërtetuar këtë gjë. Po këtë thoshin mjekët. Këtë thoshin njerëzit që na kanë mësuar. Pse i thoshin mjekët avokat? Kjo është pyetja ime. Të lëm veten tonë më njan. Këta individ të tjerë që mbrojnë. Çdo lloj tezash, tip nuk e di. Ku i çon drejt një valla? E kupton që të vijë një moment që të thuajnë që unë e di. Kjo është fakti kryer. Ku ne e dim tash, po të kesh lexuar 2 video në YouTube, po të kesh parë, e di shumë mirë si me të gjitha sëmundjet, të gjitha gjërat e mira të shkëlqyera që ka shpëtuar jetën. Mjekësia gjithmonë në fillim ka pasur probleme të veta, ka qenë vështirë, ka pasur nevojë për mirësime etj, si barna, si vaksina, si terapi, si ushtrime apo etj. Gjatë gjithë kohës kam pasur, le të themi, një nevojë të lartë updatimi, përditësimi, që ta arrinin ato ditë ku jemi ne sot, si për ilaçe tensioni apo ku dëgjon për paracetamol edhe drekë shejtan. Tani, si mund të arrijë një klasë, se ne në Shqipëri kemi edhe këtë, se i mbajmë edhe një çik lart mjek, i mbajmë si edhe si AEK e shoqërisë etj, nxënësit më të mirë AUIU. Edhe si ka mundësi që të njëjtë individ, domethënë, janë të gjithë, nuk ka asnjë nga këta që thotë kundër, janë të gjithë shtiz, domethënë. Si? Unë shpresoj, si vjen? Unë shpresoj shumë që në bëjë ti podcast ata që do na ndjekin, tu ngacmojmë pak nervin që ti bëjmë të lexojmë sa gjëra që unë do t'i rekomandoj sot. Nuk janë shumë. Mjekët janë viktimat më të mëdha të makinës kafkiane ku si tu shtypsi është dhe i shtypur. Është shtypës dhe i shtypur sepse mjekët që bën bla bla për vaksinat janë të gjithë të vaksinuar, madje kanë vaksinuar dhe fëmijët e tyre. Dhe kur ta kuptojnë se pse u ka ndodhur kjo gjë, do të vënë duart në kokë, po do jetë vonë për pasojat që kanë shkaktuar të tjerëve dhe vetes tyre, por të shpresojmë që do fillojnë të hapin horizontin dhe të fillojnë të kuptojnë se çfarë ka ndodhur me ta. Historia fillon në vitin 1907. Me mjekët. Mjekët nuk e dinë çfarë ka ndodhur në 1907 dhe janë viktima të 1907-s. Në 1907 në Amerikë, Rockefeller Foundation krijon
një organizatë amerikane që quhet Shoqata e Mjekëve Amerikanë, që u bë fillesa e gjithë shoqatave profesionale të botës, në kuptimin amerikan të fjalës. Kjo organizatë e Shoqata e Mjekëve Amerikanë ishte e financuar nga industria farmaceutike e re që po ndërtonte Rockefeller. Dhe hapi i parë që bëri Shoqata e Mjekëve Amerikanë ishte përgatitja një raporti që quhet Flexi Report. Flexi Report bënte vlerësimin e universiteteve amerikane të mjekësisë të asaj kohe. Dhe sipas Rockefellerit, i vetmi universitet që duhej merre si model, ishte një universitet që financonte vetë Rockefelleri, që ishte Hopkins University. Dhe në Hopkins University ishte ndërtuar një standard që bazohej tek farmacia e këtij Rockefellerit. Në këtë raport konsiderohej që 150 universitete amerikane duhet mbylleshin urgjentisht. Dhe 150 të tjera duhet të mbjetonin vetëm në qoftë se merrin modelin e Hopkins University. Dhe parat e Rockefellerit blen Kongresit Amerikan, blen këtë shoqat mjekësie, mjekët që i vunë po këta vetë, dhe i vunë universitetet amerikane të mjekësisë përballë faktit o do të mbylleshin o do të Rockefellerizoheshin. Pra, do bëshin pjesë e agjendës së Big Pharmës në të ardhmen, e konceptit farmaceutik. Pra, ideja ka qenë që deri në atë vit, farmacia ishte në funksion të mjekësisë. Në atë vit me raportin Flexi, mjekësia u vënë funksion të farmacisë, pra të biznesit farmaceutik. Në këtë shkollë u vra e gjithë mjekësia historike e botës. Në këtë universitet u ndërtua një mjekësi e re që bazohej tek kimikatet, që bazohej ke ilaçet, pilulat, që bazohej te teknikat mjekësore, që bazohej ke industria e farmacisë dhe teknologjisë mjekësore. Dhe e gjithë mjekësia tradicionale botërore që kishte mijëra vjet që kultivohej, ku mjekët trashëgonin një histori të pafund me dijesh, ku sot nuk ekzistojnë më, se i kanë zhdukur, dhe unë sfidoj të gjithë ata që na ndjekin që të kërkoni në internet fotografi bibliotekash të para 200 vjetëve, të para 300 vjetëve, të para 400 vjetëve, të para 500 vjetëve, se sa të mëdha ishin dhe sa shumë libra kishin dhe ku janë këto libra që nuk janë më. Bibliotekat e viteve 800, 700 janë shumë të mëdha. Në atë kohë bëshin libra të jashtëzakonshëm, në atë kohë shkruante Leibnizi, shkruante Spinoza, shkruanin John Locke, shkruanin kokat e mëdha që ne na kanë lejuar t'i lexojmë, por dhe shumë të tjerë që ne s'na lejojnë t'i lexojmë, sepse bota ka qenë shumë e kulturuar, kurse bota e sotme është bota e idiokracisë dhe idiotizimit dhe debilizimit. Niveli i njeriu të sotëm të shekullit 21 është shumë herë më i ulët në kuptimin e aftësisë intelektuale dhe kulturës intelektuale se i para 150 vjetëve. Jo në masivitet, kuptohet, në kuptimin po flasim për klasën, po, okay. Njerëz shkolluar. Po, e kuptoj. Dhe masivizimi i shkollës është po pjesë e agjendës Rockefeller dhe mjekësia ishte viktima e parë, por dhe armiku i parë i njerëzimit. Pse? Sepse brez pas brezi, shkollat akademike të Rockefellerizuara në Amerikë, deri në vitin 45 në Evropë, se pastaj erdhën në Evropë ato shkolla, ndërtuan breza intelektuale akademik mjekësisë dhe shkolla mjekësie dhe kategori profesionale mjekësie të bazuara në këtë lloj standardi. Dhe mbas brez pas brezi, 20 vjet pas 20 vjet, 20 vjet pas 20 vjet, në 5 breza të mëdhenj 100 vjeçar, pra, mjekësia e humbi kuptimin e historik sepse nuk e dinte ç'kishte ndodhur me të dhe të gjithë lexonin librat e atyre para si në një flusë të madhe. Dhe u ndërtua standardi i vaksinave si shpëtim mjekësor. Ndërkohë që vaksinat janë pjesë e një ideologjie në botën e mjekësisë që nuk ka lejuar oponencën që të veprojë për të bërë vlerësimin e tyre, sepse asgjësohesh, eliminohesh kushdo që guxonte dhe vite ndryshim, për shkak se vaksinimi është një nga pikat bazë të kësaj agjende mjekësore të Rockefellerit në Amerikë, që e solli në Evropë pasi u pushtua Evropa nga forcat aleate, nga Amerika në këtë rast, e cila kishte një bashkëpunëtor shumë të ngushtë që në vitet 20 me Rusin, Bashkimin Sovjetik, jo Rusi, po Bashkimin Sovjetik. Është abisme kjo që do të them, por standardi mjekësor amerikan i Rockefellerit, hapi i parë që ushtri në një vend fuqishëm dhe të madh ishte Bashkimi Sovjetik në 1920. Dhe Amerika dhe Bashkimi Sovjetik, ndryshe se na kanë gënjur nëpër librat e historisë, kanë qenë aleat të jashtëzakonshëm ekonomik në vitin 1920 deri në 1929 dhe vazhdoi edhe disa vite më vonë dhe u ringjall në kohën e luftës së dytë botërore. I gjithë socializmi i Bashkimit Sovjetik ishte një ideologji si thosh fabianiste, e ndërtuar në Angli në vitin 1885, që është shoqëria Fabian.
sfidoj këdo të futet në internet, të lexojë në Ma Wikipedia. elaboro pak këtë shoqërim Fabian. Po, mund të futet kushdo në Wikipedia, në të shkruaj shoqëria Fabian dhe të lexojë historinë e saj. Dhe ato ndërtuan një universitet të Tyrin, zyrtarisht, që është një nga universitetet bazë të ideologjisë fabianiste në botë, që quhet London School of Economics, një nga shkollat më të mira në botë sot. Në fakt është një nga shkollat më të mëdha të lavazhit trurit botëror, që përcakton politikat ekonomike të agjendave globaliste. London School of Economics, që është ndryshe LSE, që është shumë e famshme në Gjermani si shkollë e mirë botërore, në fakt nuk është asgjë më shumë, vetëm se një agent e lavazhit trurit që ka prodhuar shkollat e tjera. Pra, ka ndikuar për ndërtuar shkollat e tjera. Dhe shoqëria Fabian ishte një shoqëri socialiste, kështu e ka titullin, fabianizmi, socializëm, i përbërë nga një grup njerëzish të prezantuar si ateist, të cilët ndërtuan ideologjinë e globalizmit sotëm. Dhe thanë që armiku më i madh i të ardhmes është feja, adheu, kombi, familja dhe liria e individit. Dhe kjo nuk është teori konspirative. Mjafton të shohësh logon e tyre, dhe logoja e tyre është një ujk me lëkurë deleje zyrtare. Dhe fjala Fabian vjen nga një udhëheqës i lashtë romak, Fabiani, që prodhon fjalën fabianizëm sot, i cili kishte një strategji lufte që e sulmonte kundërshtarin në pikët e dobta të kundërshtarit dhe jo gjithkohës me njëherë, por pjesë-pjesë, pak nga pak, duke e fituar betejën në një vëmtari, duke gjetur kohën e dur, vëndin e dur, pikën e dobët dur kundërshtarit. Dhe këta kanë si ikonën e tyre, në shtëpinë e tyre kur futesh në Londër, kanë një si ato të kishave ikonat e mëdha me xham me ngjyra. Këta kanë 3 burra që janë në një kovaçan. Kovaçana ka pozicionin e 3 personave, njëri që lëviz ajrin për të bërë zjarrin, është ajo, si thosh, e madhja, është e membrana, po. Po, se s'di t'ja them emrin. Njëri nga ata ka ato pincat e mëdha që mban objektin metalik, që në mbi kudër, kurse tjetri ka një vare dhe i bie. Pra që kanë. Koncepti i tyre është që ata po e bëjnë këtë për globin, kanë marrë globin e tokës, e kanë nxehur në zjarr dhe po japin formën që duan ata, të 3. Poshtë tyre janë 6 burra dhe 6 gra që po falen. Poshtë tyre. Këta 13 janë me emra dhe me mbiemra. Janë 13 themeluesit e fabianizmit. Të 13 të prezantuar si ateist, ku ka dyshime për disa prej tyre edhe si satanist, krejtësisht anti-fe, anti-familje, anti-adhe, anti-moral, anti-kultur, anti-histori, të cilët ndërtuan këtë përbindës që kemi sot quhet globalizëm, që shfaqet për shembull në Gjermani, në Köln për shembull, që ka ca objekte të vjetra të bukura, me ato gjërat e ftohta që i shoqërojnë me xham. Pra godinat e xhamit, që është kjo monstruositet betoni dhe xhami dhe hekuri në botë, vran Dresden. Më prekur në një plag shumë të fortë si inxhinier aty, domethënë, se unë kam në podcastin tim e kam diskutuar diku të 7-8 herë këtë pjesën e vrasjes së të bukurës dhe arkitekturës që thjesht vret shpirtin e njeriu në përditshmëri dhe nuk të lejon. Është projekt. Nuk është spontane, nuk është zhvillim. Është e shkruar e programuar dhe këta tjerët e zbatojnë. Por e shesin si kreacion, si shpikje, si inovacion, si gjë e re. Në fakt është e shkruar. Dhe koncepti i kësaj shoqërie Fabian ishte të ndërtojë një rend të ri botëror, ku shteti merr fëmijën, jo familja. Fëmia shpron e shtetit, jo e familjes vet, sepse bëhet shkëputja. Këta futën konceptin e seksualizimit. Këta futën konceptin e kjo shoqëri Fabian u zhvillua nëpërmjet shkollës Frankfurtit për shembull, në Frankfurt që për shkak të Hitlerit u arratisën në Amerikë dhe ndërtuan pikërisht të ideologji, siç është një nga rastet më klasike, seks, drog, rock and roll, të viteve 60 për shembull. Që njerëzit kujtuan trin se ishte një revolucion rinor, fakt ishin ata ishin gjithë vegla të këtij programi. Në botën e mjekësisë, që të kthehemi ke origjina e problemit, unë do të kujtoj që mjekët e sotëm nuk e kuptojnë këtë që thamë ne sot, por kanë mundësi të kuriozohen dhe të bëjnë kërkim të pavarur, të kuptojnë se si përfundoi historia e tyre personale në këtë verbëri intelektuale të paimagjinueshme që vetëm në kohën e nazizmit mund ta përkthesh. Dhe për ta kuptuar pse në kohën e nazizmit ka të bëjë me ideologjinë atë kohë, që kishte një revistë në Gjermani naziste që quhej Shkenca. Dhe kjo shkenca thoshte beson shkencën.
Dhe kjo revistë ishte në Amerikë, në universitetet amerikane, që vinte nga Gjermania naziste. Dhe në atë kohë, kjo shkenca thoshte që duhet zhdukim racat inferiore. Raca superiore, raca ariane. Raca inferiore duhet zhdukim. Në fakt, po ta mendosh, nuk është nazizmi që e prodhoi këtë gjë. I erdhi nga Amerika, nga Rockefeller Institute, që eugenizmi u hap në Gjermani, pasi u hap në Amerikë nga një zyrë amerikane e financuar nga Rockefeller në Gjermaninë paranaziste. Dhe nazizmi e mori dash me këtë gjë. Shiko se kjo është deklaratë e fortë, është lehtësisht e provueshme domethënë. Wikipedia, pse do përdor Wikipedia? Se është burim i establishmentit liberal. Po të shohësh stafet e Wikipedias janë të gjitha të agjendës së Davosit. Janë njerëz që paguhen gjëra vullnetare, ata paguhen me projekte lokale në Shqipëri për shembull, është një grup i Sorosit që mbulon Wikipedia. Prandaj është kaq keq Wikipedia në të vërtetët e Shqipërisë, sepse është e kontrolluar nga një agjend. Shifni futuni ke Wikipedia, ke Wikimedianët shqiptar, janë të gjitha në projekte LGBQ të Sorosit. Të gjithë siç janë, në trajnime, në organizime, në gjithçka tjetër. Unë po ju jap si referencë Wikipedia, sepse është në censur plot Wikipedia po nga ata. Pra po ju jap një informacion minimal garantuar që ata vetë pranojnë. Dhe në Gjermani naziste, në 1933, shkenca e Hitlerit erdhi nga Amerika, jo nga Gjermania. Gjermanët kishin historinë e tyre shkencore, por eugenizmi, racizmi erdhi nga Amerika. Dhe erdhi nga Rockefeller Instituti i Eugenizmit, po ku ka lindur eugenizmi? Në shoqërinë Fabian në 1885, ku kryetari Fabianëve është eugjenisti më i famshëm në botë, që shpiku planifikimi familjar dhe udhëheqësja e planifikimit familjar në Amerikë, ishte nxënësja e themeluesit fabianizmit që u arratis nga Amerika se do ta pusnin burg për klinikat e abortit, u arratis në Angli, një 2 vjet u shkollua nga kreu i fabianizmit, e cila erdhi në Amerikë pasi u rehabilitua dhe filloi projektin e madh eugenik amerikan të sterilizimit të grave zezake, që është e famshme si histori, ndërkohë që kjo me emrin e saj është aq e famshme sa s'ka ngelur udhëheqës demokrat amerikan pa marrë çmimin e saj, me Albright, me Clinton, Obama, kanë marrë çmimin e saj. Derisa plasi skandalin në 2020, kur ditë Black Lives Matter në protesta, me emrin e kësaj pozitiv dhe i doli orë për kë lavdroni ju i tha. Po kjo është ajo që ka sterilizuar dhe pastaj ato këtë e njoftëm, këtë një dhe atë të shtimin e sifilit, si i thonë në Shqip sifilis, domethënë që kanë qenë 2 nga gjërat më makabre që ka bërë eksperimente njerëzore, domethënë që nuk ka rëndësi fare se çfarë ideologji e ke, çfarë zoti ke, ajo është thjesht një që është një periudhë shumë e errët e civilizimit. Pyetja është kush e filloi, kush e ndërtoi? Fabianët. Pra, ne flasim për pasojat, ne duhet merrem me shkaqet. Ku fillon? Origjina ka rëndësi. Pse ka origjina? Se s'mund të kuptosh çfarë shef me sy sot, kur të thonë beson shkencëtarët, pa e ditur se çan këta shkencëtar janë produkte të mjera të një lavazhi truri brenda fluskave që kanë ndërtuar monopolet e korporatave të mëdha, të cilat kanë ndërtuar agjendat e tyre. Dhe historia është që revistat shkencore sot në botë janë pronë disa familjeve të këtyre korporatave. Të botoshin në Lancet, një nga revistat më të mëdha në botë, apo Science, revistat më të mëdha në botë. Kush është pronari aksioner? Janë disa korporata, të cilat dhanë, si thosh, fatvën, po e quaj fatva, ke parasysh çfarë është? Dhanë fatvën në 2020 kush guxon dhe thotë që pandemia është pandemi, që thotë që virusi ka dalë nga laboratori kinez dhe jo nga Lakuriçi, kush guxon dhe thotë që vaksina nuk është e mirë, apo duhet dyshojmë për vaksinën, nuk lejohet të botohet përgjithmonë në asnjë media shkencore. Këta ishin pjesë e agjendës. Dhe po të shohësh se si janë të ndërtuara strukturat e kontrollit, ne jetojmë në botën e kontrollit plot për shkak se korporatat kanë bërë alianca me leadershipin e tyre, me këto agjenda vite më parë. Kjo histori merr formë drejt për drejt për të krijuar rendin e ri botror dhe kontrollin e planifikimit botror të krijimit të shoqërie diktatoriale në vitin 1946 kur themelohet OKB-ja. Themeluesi i OKB-s është një personazh tmerrsisht i errët, i cili është shefi thesarit i Amerikës i vitit 1933, krau djathi Roosevelt, Mortengau, i cili bëri një projekt si do zhdukte popullin gjerman nga faqja e dheut.
Projekti i tij ishte në vitin 1944 i certifikuar në një marrëveshje Roosevelt-Churchill, i zhvilluar në Kanada, kthej gjeni Wikipedia gjithmonë, i cili parashikonte që do të shuaj populli gjerman. Brenda një momenti çlirimi sipas tyre të Gjermanisë naziste nga Hitleri, këta do të fillon të ndanë Gjermaninë në 3 pjesë: veriu, jugu dhe zona neutrale. Do të zhduknin për 100 vjet çdo kapacitet industrial Gjermanisë. Populli gjerman do të jetonte si popull blegtoral dhe agrikultural. Dhe populli gjerman ishte shumë i madh se ç'duhej. 1/3 do të vritej me krizë urie. Dhe ky projekt i këtyre mostrave ishte një projekt anti-europian, anti-gjerman dhe genocid i padëgjuar në histori, sepse të vrisje 20 milion njerëz me krizë urie do thotë të vrasësh fëmijët apo jo, se kush vdesin nga uria? Pa fuqishmit. Projekti nuk është një fantazi ime, keni në Wikipedia. Dhe koncepti i kësaj krize që ata do prodhonin, duke zhdukur ekzistencën e popullit gjerman, bëj jo për shkak sepse duhet të shkuar populli gjerman për shkak të Hitlerit, por sepse për ta përbënte një pengesë të madhe për agjendën e tyre të rendit të ri botror. Sepse themeluesi i Bankës Botërore, FMN-s dhe i strukturave të mëdha financiare Bretton Woods-it ishte po ky person. Dhe projekti mori emrin e asistentit të tij, i cili e kishte shkruar, i cili doli në vitin 46, që ishte spiun i Stalinit. Dhe vrau veten ditën që u zbulua, sepse i gjithë stafi këtyre 133 ishin të gjithë në bashkëpunim të një agjende më të madhe në Bashkimin Sovjetik, në Amerikë, në Evropë, ose më saktë në City of London. Jo në Angli, po City of London. Jo në Londër, po në City of London. I ke dëgjuar në fjalën City of London? Po. Bile sot kam parë një fjalim të si e ka i greku që ka pasur Detmir Bushati, Varoufakis. Ai po fliste pak pra. Unë nuk i kam qejf ta majtistë. City of London ka 800 vjet histori. Është qyteti i bankave, qyteti i korporatave, i cili ka pushtuar botën nëpërmjet përdorimit të ushtarëve britanik, derisa krijoi ushtrinë e vet në vitin 1780 me 1 milion ushtar, që ne kujtojmë si ushtar anglez. Në fakt ishin ushtarët e East India Company, e cila ishte ushtria e parë korporative në botë. E një korporate private. Dhe koncepti kjo është fakt, domethënë. Këtë më nëse edhe një pjesë e mirë e brezit tim e din, sepse është dokumentuar në shumë dokumenta, po edhe filma, ku dëgjoj dokumentare sa të duash. Pra, këta kishin një projekt, si thush, genocidi, ky është koncepti i tyre që kanë mbi botën, genocid, madje një nga leadershipi i tyre, i kësaj agjende, bëri një libër në vitin 1942 se si do të tridhet populli gjerman, si do të sterilizohet 100% populli gjerman. Dhe ky standard u mor edhe nga Mortengau kur bëri projektin e tij të përbindshëm dhe filloi këtë duke zhdukur nga faqja dheut me krime kundër njerëzimit, Dresdenin, Munihun, që ishin shfarosje masive pa qëllime strategjike ushtarake. Po ashtu po këta ishin dhe të bombave atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, që dihet që janë projekte të cilat ishin krime kundër njerëzimit, të cilat u bën me agent plot, sepse do vendosej rendi i ri botror, do tregoj forca. Tani çfarë ndodh? Koncepti është që këto agenda kanë ndërtuar mekanizma të shoqërisë globale me rendin e ri botror, ku një nga projektet kryesore quhet Bashkimi Evropian. Por Bashkimi Evropian ka një histori që nuk e tregojnë në universitete, nuk e tregojnë, ose më saktë e fshehin se si është ideologjia e ndërtuar e saj. Në vitin 1928, a 26, një gjermano-japonez në origjinë, Kalergi, bën një libër, Idealizmi pan-Europës, pan-Europa idealiste, diçka e tillë. Pan-Europa, sipas tij, duhet ishte një rend i ri europian, ku do të përziheshin racat europiane me racat aziatike dhe afrikane, në mënyrë që kjo është një racë mikse euronegroide, e cila do të ishte e pafuqishme për të ndërtuar këtë gjendje agresiviteti që kishin popujt europian. Dhe kështu do të vendosësh një elitë teknokratike që do sfondonte këto raca, të cilat nuk do kishin më komb, atë identitet, familje, fe e me radhë. Dhe do ndërtojnë shoqëri në harmoni e atyre që janë sklevrit dhe atyre që janë padronët. Dhe në Gjermani ka qenë një film shumë i famshëm në atë kohë, nuk më vjen titulli tamam në përmend, Metropolis më duket,
i një regjizori të famshëm gjerman, 1120 ca, mbahet një nga filmat më të mirë në botë, që tregon pikërisht të shoqëri. Këtë model shoqëror të një elite teknokratike që sundon një grup sklevësh që jeton në dheun e metropolit. Ky person mund të jetë i çmendur, mund të jetë çfarë mund të jetë, punë vet, bën një libër punë e tij. Sapo erdhi Hitleri, ky u arratis në Japoni. Në momentin që Gjermania pushtohet nga forcat aleate, presidenti i ri i Amerikës, mbasi vdiq Roosevelti, thret në audiencë Kalergin, këtë personazhin, dhe i thot: "Ti ke bërë një shkrim shumë të mirë para 2 javësh në një gazetë për konceptin si bëhet Europa. Duam që ti të themelosh ideologjikisht Europën." Pra nuk ishte Schumann, siç na kanë thënë në libra 2 kokat e Francës dhe Gjermanisë që themeluan traktatin e Qymyrit dhe të hekurit për themelin e Bashkimit Evropian. Ata kemi mësuar në gjeografinë. Jo, ata ishin zbatuesit. Ideologu ishte ky personazh quhet Kalergi, i cili projektoi multikulturalizmin evropian për ta quar drejtshmërisë në identitetit kombëtar, zhdukjen e fesë, zhdukjen e familjes nëpërmjet teorisë seks, drogë dhe rock and roll më vonë, dhe ndërtoi këtë filozofi në mënyrë të padukshme si personazh, pasi ishte shumë i urryer për ç'kishte shkruar dikur. Por ky personazh sot adhurohet në Bashkimin Evropian me seminare, me konferenca pa zhurmë dhe pa bujë. Madje është një organizatë themeluar në 1120 nga Fabian Ideologji dhe nga linja Rockefeller Rothschild në Angli që quhet Chatham House. Ti mund ta kesh dëgjuar rregullat Chatham për shembull në shkollë, që çfarë thuhet këtu, thuhet, po nuk thuhet se kush e tha. Chatham House organizonte seminare vetëm një vit më parë, adhurimi, njësoj si rituale, si thosh masoneria, adhurim ndaj Kalergit si themeluesi i Europës. Pra ne kemi të bëjmë, si thosh, me informacione që gjenden gjitha në Wikipedia, të cilat nuk u bën me dije njerëzve që të kuptojnë realitetin që jetojnë. Dhe kur ne tregojmë këtë histori, ta thonë, këto janë teori konspirative, sepse teoricieni i konspiracionit si standard si fjalë është armiku i shoqërisë së hapur sipas tyre, sepse kur është themeluar terminologjia shoqëri e hapur nga George Soros në vitin 1993, duke u bazuar ke filozofia e Karl Popperit, ai bëri një libër pamflet politik se kush do të ishte shoqëria e re civile. Dhe ai tha, shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj. Kush është armiku i shoqërisë së hapur? Janë teoricienët e konspiracionit, të cilët na akuzojnë ne që po bëjmë një konspiracion. Pra ata shpikën para se të fillojnë filozofinë e tyre armikun. Teoricieni i konspiracionit. Po çfarë është teoricieni i konspiracionit? Është dyshimi kartezian. Descartes është konspiracionisti më i madh në botë, që tha, duhet të dyshojmë që të kuptojmë. Çfarë është vetë shkenca? Dyshimi mbi dyshimin. Po nuk pati dyshim, nuk ka zhvillim shkencor. Sepse nuk mund të marrësh diçka të gatshme ta lësh ashtu. Do dyshosh për të. Dhe për të dyshuar diçka do fillosh ta kuptosh, ta zbërthesh, derisa gjesh të. Pra, ne jetojmë në një botë që shpalli armik, njësoj si ke George Orwelli, ke 184, që u shpallet armiku, u shpiket armiku. Dhe armiku që u shpik ishte teoricieni i konspiracionit, pra skeptiku, pra ti dhe unë. Ne ishim armiqtë e shoqërisë së hapur, sepse ne do dyshonim mbi të. Ne s'duhet dyshonim, do ta merrim si dogma atë, se kjo ishte feja e re. Dhe kur këta akuzuan protestuesit në Gjermani, në Deutsche Welle, në RTL dhe në gjitha kanalet gjermane, që aty dishin 10.000 njerëz, ato ishin disa qindra njerëz, dishin 100.000 njerëz, ato ishin disa mijëra njerëz. Këta thoshin këta janë teorician konspiracioni. A thosë aty ishin një tuf shkencëtarë që bëjnë teorira. Jo, ishin njerëz të lirë, të cilët e ndjejnë në und, e ndjejnë lëkurë, që e kanë parë njerë këtë film. Dhe po të vësh re në të gjithë Europën perëndimore, grupi më skeptik ishte emigrantët e Evropës lindore në origjinë. Ishte vllai im në Francë, ishte ti aty, ishin miq tanë që kemi kudo në Europë, ishte Taulant Muka në Zvicër që u persekutua për qëndrimet e veta skeptike ndaj vaksinimit, dhe ne ishim njerëz që vllai e kuptoi me hundë se kemi kalu komunizmin. Jena mësuar me këtë film. Sa fillon e kuptome, ti fillon filmin them ky do vrasi këtë, do bëj atë se kemi pa atë film. Ne e dinim, kishim nuhatje. Ata s'kishin se ishin jetuar në botën demokratike, thojsa, në botën e avazhit trurit, thoj, në të vërtetë, në të cilën ata nuk e kuptonin dot, si në Itali për shembull, që ja u kishin me të futme. Dhe ne u akuzuam si teorician konspiracioni, sepse i nxorën petët lakrore dhe çfarë tham, koha po e vërteton për ditë. Maska tham është budallëku më i madh në botë.
As të mbrojnë, as të bënë gjë, se s'ka si të mbrojë. Virusi shumë i vogël për të ndaluar një maskë. Por maska ishte i terror ideologjik, politik, i lavazhit trurit, për të treguar bindjen dhe për të krijuar terrorin dhe frikën që ka mbushur më fal një sekond për ta bërë thjesht pak më të qartë, domethënë me të gjithë le të quajmë grupimin ose kabalin apo nuk e di, mund të përdorim shumë fjalë për të shprehur të njëjtën gjë. Që ta shigjetojmë pak atë elefantin në dhomë ose në të rast domethënë siç e perceptoj unë Oktapodin që i ka shtrirë tentakulat me sa duket kudo, që është Soros. Unë nuk e kam, unë e them hapur. Jo, Soros është një ndër tentakulat botërore. Unë po dal tek Sorosi sepse është ajo që prek realitetin shqiptar dhe gjerman në mënyrë të drejtë. Ai po flasim në Shqipëri, ka drejt. Për këtë arsye po them, sepse unë nuk e kam as shkollimin, as kapacitetin domethënë për të, le të themi, të shpjeguar çdo lloj gjenezën dhe doa të marr, domethënë, dua të shfrytëzoj në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë, për ta thënë me moll, siç i themi ne në shqip, se kush është Sorosi dhe çfarë është shoqëria e hapur dhe çfarë kuptimi ka kjo për Shqipërinë. Shoqëria e hapur kur është themeluar në Amerikë në vitin 93, kishte një vit që ishte hapur Shqipëri. Një kuriozitet. Fondacioni Soros e ka përfunduar veprimtarinë e tij në marrëveshje me CIA-n amerikane në vitin 81 në Hungari. 1981 kohën e Bashkimit Sovjetik, kohën e Traktatit të Varshavës. E ka vazhduar në Poloni në 85 në Varshavë dhe ka përfunduar ciklin e saj në rënien e murit të Berlinit në Moskë. Në vitin 92 ka ardhur në Shqipëri dhe në vitin 93 është themeluar për të parë në Amerikë si terminologji shoqëria e hapur, sepse deri në 92 në Shqipëri nuk e kishte emrin Fondacioni Shoqërisë së Hapur. Kjo agjent që ishte në botë me qindra vjet u përfaqësua nga një fondacion në vitin 81 që u hap në Amerikë, që është Fondacioni Soros, që u hap në Hungari, i cili e mori këtë agjent e Rockefellerit dhe e përktheu në realitetin e ri të teknologjisë informacionit dhe të problemeve të reja që kishte bota në vitin 81. Dhe kjo filozofi që ai përfaqësoi në fakt ishte vetëm një veshje, një guas, një zhguall i një agjende kriminale, financiare, pushteti dhe rrënimi politik për të krijuar pushtet absolut politik. Në vitin 92 kur ka ardhur në Shqipëri, ka ardhur si një fondacion filantropik për të ndihmuar Shqipërinë. Dhe mbasi erdhi, filloi të ndërtojë një program i cili ishte përgatitja e të ardhmes së Shqipërisë nëpërmjet mbështetjes së të rinjve shqiptar që nesër të jenë liderët e ardhshëm të Shqipërisë. Nga viti 92 deri në vitin 2000, kjo u prezantua si një organizatë krejtësisht edukimi, kulturë, liria fjalës e kështu gjërash. Në vitin 2000 kjo transformohet në një agjendë politike. Dhe fillon programin politik për të kapur pushtetin politik. Dhe sot ne jetojmë në shoqërinë e Sorosit, në shoqërinë e shqiptarëve. Pronari i Shqipërisë sot quhet familja Soros, nuk jemi ne shqiptarët. Një kuriozitet. Vetëm para 2 javësh në Ukrainë, Alex Soros është përfaqësuesi disa korporatave amerikane që kanë marrë 4000 km2 tokë për ta kthyer në depozit të lëndëve radioaktive të kompanive amerikane. Soros i merret me biznes vëlla. Soros është financier i paras dhe ka ndërtuar fondacionin, ashtu siç kanë dalë shumë analiza sot në Amerikë, sepse filantropia është fshija më e fortë e taksave që ndodhin në Amerikë dhe njerëzit që merren me filantropi, korporatat që merren me filantropi në Amerikë, bëjnë një evazion fiskal 5 fish, sepse po të mos bëni filantropi, do paguanin 5 fish taksa, saqë është filantropia. Pra ata fitojnë para nëpërmjet filantropisë. Me Bill Gates, me Soros, me të gjithë. Ndërkohë ka dhe njerëz si familja Clinton që edhe pa pasur asnjë lloj biznesi e kanë bërë gjithë pasurinë me filantropi, domethënë pa qenë asnjë gjë në asnjë lloj momenti, kështu që. Kushdo mund të bëjë një kërkim të thjeshtë online për të kuptuar si studimet që tregojnë se si filantropia është një evazion gjigant financiar. Evazion fiskal ekstrem, radikal. Dhe mbi të gjitha, çfarë është filantropia? Është, si thosh, korrupsioni më i madh politik, sepse përdoret filantropia për të financuar korrupsionin politik, të kapjes së pushteteve, në botë, në vendet e tyre dhe kudo tjetër. Në Shqipëri sot e gjithë klasa politike, majtas dhe djathtas, është e gjitha e kapur nga mafia Soros, klasa politike.
Shoqëria civile është e gjitha si thosh mercenarizëm i plot i Sorosit në Shqipëri. Kur kapim pjesën e medias, media është e kontrolluar totalisht nga networku dhe bursat e Sorosit dhe paratë e Sorosit. Shoqatat e gazetarisë shqiptare, të gjitha të kapura nga networku Soros. Çfarë ka lidhje me sistemin e drejtësisë? KLP, KLG, gjithë strukturat e qeverisë janë të gjitha të krijuara nga Sorosi, me reformën Soros drejtësi dhe të drejtuara nga njerëzit e Sorosit. Mund të them që Shqipëria është tamam në oktapodin e plot dhe ne shqiptarët jemi refugjat në vendin tonë, tashmë vendas është mafia Soros, që ka kthyer gjithë të elitë në thonjza apo kast sunduese në administratorët e pasurisë Sorosit në Shqipëri, të cilët e shesin dhe e blejnë Shqipërinë, copa, me melonin për shembull marrëveshja me Italinë për emigrantë. Do dalë atje avokat, po shiko, ka vdekur burrat, e thënë shqip, domethënë që se kjo është shumë e frikshme, pavarësisht se ne domethënë ne po ruajmë gjatë këtë cinë dhe po bisedojmë së bashku, domethënë, po ato dy fjalit janë domethënë një nga lajmet më të këqija që mund të dëgjojë njëri kur i huaj në vendin tënd, domethënë se mirë unë që jam i huaj në vend të huaj është normale, po ti je i huaj në vendin tënd është një tjetër nivel. Pas të futi interneti vetëm një sekond lutem. Ti po bëj pyetjen ke burrat, a ka burra ky vend? Domethënë që në gjithë këto vite si ka mundësi që nuk doli një që të thë që dale vëlla se nuk do ta japun ty tokën time, tokën e paraardhësve tanë që ka vdekur edhe janë rrobtuar etj. Mafia Soros, kështu kam qenë të quaj, pozita globale të jashtëzakonshme, duke kontrolluar elitat dhe kastat në shumë vende të botës dhe sidomos në qendrat e pushtetit, siç është Amerika, Departamenti i Shtetit, siç është Kongresi Amerikan, Senati Amerikan, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe shumë struktura të tjera kudo në botë. Dhe duke qenë se klasa jonë politike ka ardhur në pushtet për shkak të marrëveshjeve me të, apo të produkte, kur janë produkte të tij, ti kupton që ti nuk ke të drejtë as ta thuash të vërtetën tënde. Dhe t'ju jap 3 kuriozitete. Nga viti 2014 deri më sot 10 televizionet më të mëdha në Shqipëri, apo të rëndësishme në Shqipëri, e kanë të ndaluar që të nxjerrin surratin tim të flasin në televizor. 10 televizione për 10 vjetësh. Klan, Top Channel e me radhë. Në Shqipëri, unë kam 32 gjyqje dhe kallëzime penale nga viti 2005 deri më sot për të më mbyllur gojën për këtë që bëj. 32 gjyqje dhe kallëzime penale nuk ka absolutisht asnjë kriminal shqiptar. Unë i kam fituar të gjitha. Kam vetëm njërin në proces me Erion Velin që vazhdon prej vitit 2010, e vazhdon akoma. Dhe kjo tregon se sa e vështirë është të guxosh të flasësh. E para se të ndëshkojnë po fole. Sa i bie, 19 vjet gjyqje dhe kallëzime penale. Ti nuk e pret më sa kohë harxoj unë për të përballur me këta në për sistemin tonë drejtësisë. Po mos harro që unë kam ndaluar ta përcjell argumentin tim, sepse kam ndaluar jam censur plot në 10 televizione. Ka raste që unë largohem nga një protest, nga pozicioni, diku 10 minuta që të filmohet, pastaj kthehem prapë se ndyshe si pas protesta, se surrati i mrena aty. Këtë bën Top Channel, Klani, Reporter TV, News 24, këtë e bën Euronewsi, e bën Klan Newsi, e bën Top Newsi, këtë e bën si në A2-shi, këtë e bën sa të duash media. Më kupton, nuk është diçka kështu që po sa jo, këto janë fakte dhe kushdo mund t'i gjejë në Google apo në YouTube popullit me pak fjalë. Po, edhe elementi i tretë, kurioziteti i tretë që kam është kushdo që ka guxuar të përfshihet të narrativ, ka filluar të ketë ose pasoja ndëshkuese, ose oferta të parezistueshme kompromisi. Jemi shumë pak ne drejtuesit e komunikimit publik që kemi narrativ, të cilët po mbijetojmë dhe po bashkohemi dhe mundohemi të jemi vazhdimisht bashkë, pikërisht për të përcjellë. Unë kam rastin e një gazetari në Shqipëri që mbasi një nga mendjet më inteligjente dhe më të përgatitura dhe më të kulturuara në fushën e analizës narrativës Shqipëri, që është mjeshtër televiziv, i reportazhit, i lajmit, i regjisë, i skenarit, quhet Armir Shkurti. Armir Shkurti është një nga gazetarët më të censuruar në historinë e Shqipërisë, megjithëse është më i vjetri. Të gjitha janë zogj të ri. Ai ka filluar karrierën si gazetar televiziv në vitin 92. Ka qenë drejtor i informacionit të televizionit publik shqiptar kur kishte vetëm televizion në Shqipëri. Ai është nga njerëzit më të censuruar në Shqipëri. Po pse? Sepse ai filloi të përdor narrativën anti-Soros. Këtu e 10 vjet para.
Dhe këtu është shumë e vështirë që njerëzit ta kuptojnë këtë që ne themi, tashmë është bërë pak më e lehtë, po dikur ishte shumë e vështirë, por kur duhet thënë dhe duhet dëgjuar, ne që e thonim, u detyruam shpikëm podcaste në Facebook, se u hap live në Facebook me OBS Studio, me një laptop të thjesht në vitin 2017, që të përcjellim këto të vërteta, se nuk lejohesh të thuash këto të vërteta. Ishte ndaluar. Njerëzit kanë jetuar në një realitet ku Soros e ka kapur, pa e ditur që Soros ekziston, se ne që e thonim nuk na lejonin që ta thonim. Mua më kanë mbyllur të gjitha faqet. Më kanë mbyllur faqen e jetës time, që kisha hapur që në vitin 2013, pasoi një profili 5 vjeçar, më mbyllën në vitin 2021 me akuzën e narrativës si thosh raciste, sepse nuk ishim dakord vinin afganët në Shqipëri. Me kjo nga u mbyll nga një agjenci që shkryuar në Shqipëri nga Fondacioni Soros, që quhet Faktoje.al, si spin-off i organizatave sore drejt për drejt nga Sorosi, që ka marrë kontrollin e fact-checking nga Facebooku me kontratë të rregullt në Shqipëri. Ka në kontratë të shkruar të drejtën për të mbyllur faqe, errësuar faqe, si thosh, errësuar postime dhe fut në listën e zezë llogaritë caktuara. Na kanë mbyllur faqe që ishte me 35.000 veta. Na mbyllën grupin në vitin 2020, 9 tetor, në fund tetorit, se kishim vënë coverin e Trumpit. Grupi anti-Soros, 24.000 veta grup, 24.000 njerëz në atë grup. Po në Shqipëri nuk është shifër e vogël, kupton pse. Që kishin ardhur me dëshirën e tyre, bëshin pjesë të grupit. Shumë. Më mbyllën para 2 ditësh. Llogarin TikTok që kisha që në vitin 2020 kohën e pandemisë që e hapëm, me super video, me miliona shikime. Sepse na akuzuan për misinformim dhe si thosh gjuhë hate speech për shkak se nuk jemi dakord me agjendën e LGBTQ për fëmijët në shkolla. Mendo, na e mbyllën për videon që kishim me një pastor. Bëjmë një deturn të vogël, një pauzë të vogël te kjo pjesa, sepse un kam ndjekur aktivitetin e ditëve të fundit dhe kjo është një gjë që është goxha e freskët tash. Që ta them unë që të jetë e dëgjuar. Domethënë, dhe unë po e them si e perceptoj unë. Unë e perceptoj si Altin Goxhaj, si individ, si avokat, si njeri, nuk ka probleme me as urrejtje, as probleme me njerëzit që kanë preferenca ndryshme seksuale, por ka probleme me organizatat. Jo, më fal vetëm se. Unë sot kam bërë një deklaratë shumë të fortë se kemi bërë kallëzim penal për të mbrojtur komunitetin LGBT nga 12 aktivistë që po i keq përdorin. Komuniteti LGBT është viktima e vërtet e aktivistëve përfaqësues që nuk përfaqësojnë asgjë, se si ka zgjedh kush, por janë thithësit e miliona eurove në vit për të prodhuar konflikt social kundër tyre, që ata të shtojnë paratë e tyre. Viktimat LGBT nuk vinë nga ne, vinë nga drejtuesit e tyre që po i keq përdorin për të prodhuar narrativ agresive ndaj familjes shqiptare, ndaj fesë, në mënyrë që të ketë reagim dhe këta të shtojnë paratë e tyre në dëm të komunitetit LGBT që nuk i do këto histori. Ata nuk duan, po ti pyesësh, nuk duan që të shkohet në shkollë ke fëmijët e vegjël. Këta i përdorin ata pikërisht për të shtuar paratë, sepse paraqesin të përsekutuar. Dhe janë një grup i vogël, individësh mercenar të Sorosit, të cilët prodhojnë konflikt social kundër komunitetit LGBT, që ta përdorin këtë për shtuar paratë e tyre në emër të tyre. Kaq, këtë bën Soros, ku do të bëj, në çdo fushë. Okej, sepse unë mendoj që se dua të them diçka që unë më mendoj se është shumë e rëndësishme. Mendoj se një pjesë dërmuese e shqiptarëve, pavarësisht se si na i vënë epitetet si brenda dhe jashtë që jemi të përpambetur apo kështu apo ashtu, unë mendoj që një pjesë e madhe e shtetasve shqiptare, qytetarëve etj. Kanë qasjen që ç'pun kam unë me ta, domethënë e thënë në mënyrë me meme, domethënë që ata kanë jetën e tyre, ne kemi jetën tonë, ka pas, ka do ketë. Të themi edhe. E ke parasysh ke edhe un kam madje edhe një mikun tim që e përshëndes, domethënë që ka preferenca të tjera seksuale dhe edhe ai ka pothuajse jetën të jetojë jetën e tij si do ai. Po, normalisht nuk diskutohet fare. Un vazhdoj edhe mendoj, domethënë që kjo është fakti kryer. Mendoj se çfarë mund të ndodhin bulizim apo problematike nga përditshmëria janë gjëra që do duan një farë lloj kohe, domethënë për të arritur diçka, por unë si individ nuk e besoj që këto le të themi manifestimet apo demonizimet e publikut sikur po ja nxin jetën, domethënë sjellin ndonjë gjë përkundër. Unë mendoj se kjo gjëja thjesht e përçan
akoma më shumë, bile edhe një person që mund të ishte i pa informuar, domethënë që s'ia ka ide fare, në momentin kur targetohet si një njerëz që po bën keq edhe po diskriminon një grup njerëzish që me shumë mundësi nuk ka pas të bëjë asnjëherë në jetë, ka mundësi të kalojë nga ekstremi tjetër pastaj. E ke parasysh? Edhe unë mendoj se do ishte më mirë nëse do kishte bashkëbisedim në vend që njëra palë ti hidhte vrerë tjetrës edhe tjetra ti hidhte vrerë kësaj, domethënë që është kjo pjesa e tifozllikut, e stadiumit, e cirkut dhe buk që është taktik jashtëzakonisht. Unë do të shpjegoj pak që këtë javë isha në një prezantim që Altina Azizaj në emër të Organizatës për Drejtat e Fëmijëve shpallte ligjin e ndryshimit të gjinisë, që të kemi gjini sa të duan rob dhe ta ndryshojnë gjinin sa herë të duan, pa prova mjekësore, dhe mbi të gjitha, nëse e kanë menduar gabim këtë punë, të mos kenë mundësi ta korrigjojnë pa kaluar 15 vjet. Pra nëse ti ndrove, 20 ditë mjafton që ta ndrosh, por nëse do ta korrigjosh që ke bërë, do duhen 15 vjet për ta ribërë. Dhe unë vajta për debat publik, dhe ata u refuzuan debatin, dhe mbyllën aktivitetin dhe, si thosh, e ndaluan komunikimin, nuk duan bashkëbisedim. E dyta, ne nuk kemi asnjë lloj problemi me këdo që ka zgjedhur të bëjë jetën e tij që do ai. Zero. Ne flasim vetëm për një çështje. Mos prekjen e fëmijëve nga këto histori. Kaq. Gjithë debati jon fillon dhe mbaron. Aja ke zhëja. Kur së shmar me jetën e tyre. Ne merrem vetëm atë pjesë që ndikon tek fëmijët e vegjël. Pra, bazuar te konventa e drejtave të fëmijëve, ku un kam qenë kryetari i delegacionit të Shqipërisë në 2002 në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, si përfaqësues delegacionit të drejtave të fëmijëve të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kam qenë bashkë me bashortën e sotme të Edi Ramës në OKB, niveli më i lartë. Dhe un jam një aktivist i mbrojtjes së drejtave të fëmijëve që nga dita e parë që jam marrë me aktivizëm. Historia ime me të drejtat e fëmijëve është një histori e gjatë në Shqipëri dhe kam lënë gjurmë në legjislacionin shqiptar për këtë gjë. Në kodin e familjes dhe kudo tjetër. Tani, unë dhe shumë të tjerë si unë, që kemi njohuri profesionale dhe që mbi të gjitha kemi dalë për Zot me mbrojt të drejtat e shqiptarëve, kemi ngritur vetëm një shqetësim dhe asnjë tjetër. Nuk duam në asnjë shans, në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të impaktohet tek fëmijët kjo agjend LGBT. Pse nuk duam ne? Sepse ne mendojmë që edukimi i fëmijës është monopoli i prindit dhe jo i shtetit. Se çfarë preferenca, se çfarë edukate ka fëmia, kjo është monopoli i prindit, jo i shtetit. Shteti ta bëj socializëm, ta bëj ke Pol Potin, komunizëm, ke Stalini, ke Enver Hoxha. Në kohën tonë nuk mund të fuzi duart asnjë agjend, asnjë shoqat ke fëmijët e Shqipërisë. Fëmijët janë gjëja më e rëndësishme. Dhe fëmia nuk ka nevojë që pa mbushur moshën 18 vjeç të përfshihet në këto programe edukimi, trajnimi, lavazhi truri, siç e kemi parë të këtyre agjendave. Dhe po jap raste. Në shkollën Sami Frashëri kemi kapur dokumenta dhe kemi bërë publike dhe kemi përzënë nga shkolla 2 transseksual që kanë shkuar për të rekrutuar në programe rekrutimi të aktivizmit LGBTQ fëmijët e shkollës 15 vjeç. Kemi fotografit me ta, fotografit me Gjeni Karajn, drejtuese çpun kanë 2 transseksual, të futen në shkollën Sami Frashëri, të bëjnë trajnim me fëmijët. Për çfarë do trajnojnë 2 transseksual fëmijët e shkollës Sami Frashëri? I kemi kapur në 2018 me fotografi dhe drejtoresha i përzuri kur e mori vesh dhe ta nuk di gjë. Dhe këta kërkuan shkarkimin e drejtoreshës sepse është gjuhë homofobike që i përzuri. Në fakt, këta po bëjnë ligje për surrogacin, për sterilizimin e trimëve. Po bëjnë projekt ligje për dyshuar kodin e familjes, për futur martesën 2 burra, 2 gra. Më fal, çfarë do thotë 2 burra, 2 gra? Do thotë që kanë drejt dhe të adoptojnë fëmijë. Dhe surrogacia është mjeti i pajisjes së çiftit me fëmijë. Pra jemi në terminologji absurde, pajisje, fasoneri, ferma që pjellin fëmijë. Dhe këto koncepte ne nuk i pranojmë dot. Dhe këtu nuk është gjuhë homofobike. Kjo është ka të bëjë me interesin e fëmijës. Kush po do me ditë se çfarë bëjnë një person me orientim tjetër seksual nga joni, në shtëpinë e vet, punën e vet, jetën e vet. Bëj çfarë dojë valla, bashkëtojmë me këtë doj, gjithë jetës. Por ne nuk jemi dakord që prindi, më fal, që babai dhe mamai zvecojnë me prindi 1, prindi 2 dhe X dhe Y në dokumenta. Jo. Pse? Për çfarë arsye? Kjo është absurditet. Ne duhet të ruajmë modelin tradicional familjes, që fëmia të edukohet që ka një burr dhe një grua, ka mama dhe baba, që një djalë që Adami dashuron Evën dhe Eva dashuron Adamin. Nëse ky ka një opinion tjetër, ka një sjellje tjetër, ta zgjidhë vetë, se pengon kush. Po jo duke futur këtë gjë, ti vën në dyshim seksualitetin,
të rinjve shqiptar, vajzave shqiptareve, djemve shqiptar, kur janë në moshën e pubertetit, në moshën 10 vjeç, 11 vjeç, 12 vjeç, 13 vjeç, që kanë konfuzion. Pa ka shpjeguar shkenca këtë punë. Fëmia ka dyshime të vazhdueshme, kërkon të informohet. Kur ti e bombardon, që është normale që ai të shkojë mashkulli me mashkullin, ti po inkurajon një paqartësi, një pasiguri. Dhe ne e dim se çfarë ka ndodhur në Kanada dhe në Amerikë dhe në Los Angeles, San Francisco. Ne e dim, u kanë marrë fëmijët prindërve, kujdestarin, sepse prindi s'ka qenë dakord, që fëmia vetë ndroi gjinin, të shkojë dhe i kanë bërë mçeftas prindërve, kanë bërë ndryshimin. Me grupe psikologësh të shkolla duke bërë lavazh. Jo, më ne nuk duam këtë për Shqipërinë. Jemi ne shqiptarët që vendosim drejtë që e mori. Kush që kanë këta që vendos ka për këtë punë? Një grup njerëzish, çfarë po vuajnë gejtë e Shqipërisë për mungesë të këtyre gjërave? Zero. Zero. Janë 12 individ që po bëjnë biznes të madh, duke krijuar këtë përçarje sociale në emër të wokëve luftëtar, të aktivistëve luftues, që në fakt nuk po luftojnë me ne. Në fakt po luftojnë me komitetin e tyre, sepse po ja u bëjnë atyre dëmin, duke ekspozuar gay, lesbike, biseksual, njerëz që kanë problemet e tyre, zgjidhjet e tyre, është e drejta e tyre, duke ekspozuar para familjes tyre, fisit tyre, komshive tyre, kolegëve tyre, komunitetit përgjithësi, si njerëz që duan të ngacmojnë me për këto agenda fëmijë të shkolla. Jo, këta nuk duan. Duan vetëm 12 vet. Po këta 12 vet po bëjnë në Shqipëri, nuk po bëjnë ata të tjerët. Ata po dëmtohen nga këta, sepse shihen me dyshim nga këta. Dhe këta na thonë ne pse e tregoni ju të vërtetën. Po ne do të themi të vërtetën, se për këtë punë jemi këtu. Do themi që ka një agjendë, do themi që ka libra shkolle që i bëjnë lavazh truri fëmijëve, dhe ja ku i kemi kap librat dhe i kemi bllokuar. Kemi nxjerrë me programe. Kemi nxjerrë fotografitë e tyre që çojnë transseksual në shkolla. I kemi nxjerrë këto gjëra. Janë fakte, janë prova. Ndërkohë që shoqata e promovimit të këtyre ligjeve ka akses kontrolli në ankesat me telefon seksuale të fëmijëve dhe me internet fëmijëve. Pra fëmijët duhet të ankohen ke kryetari i shoqatës që mbulon të drejtat e gejve në Shqipëri. Dhe s'kemi asnjë rast në 20 vjet telefona, 15 vjet telefon që kanë këta të ankesave për abuzime seksuale të fëmijëve, nuk kemi një rast pedofilie homoseksuale. Kemi vetëm raste pedofilie heteroseksuale. Po ne e dim që pedofilia shfaqet si në heteroseksualizëm, si në homoseksualizëm. Si ka mundësi që ky kontrolli nga një shoqat gejsh e fëmijëve, drejtave të fëmijëve të Shqipërisë, s'ta kanë nxjerrë një rast homoseksual, pedofilie në Shqipëri, por vetëm heteroseksualisht. Do thotë që mund të ketë censur. Do thotë që ky telefon çeka, si thosh, pisllik i madh, sepse i mbroka pedofilët homoseksual. Këtë nuk e dim. Por fakti është fakt. Ç'pun ka një shoqat gejsh që të mbulojë ankesat seksuale të fëmijëve në shkolla? Kjo nuk është normale. Ne këtë themi. Ku është gjua homofobike këtu? Ne po themi për mbrëmjet e gejve që po ekspozojnë këta, po i vën këta në ciklet. Pra, arsyeja që ne jemi këtë presion ka të bëjë me drejtues të agjendës, janë 12 ambasador, janë 12 aktivistë dhe janë 12 funksionar të lartë publik Shqipëri, siç është Erion Velia dhe gruaja e tij, që i kapëm ke liçeni duke promovuar rituale satanike, transseksuale me ekskluzivitetin aktivitet për fëmijë. M'fal, aktivitet për fëmijë me një burr që ka gjoks femre dhe ka nxjerrë allatet për jashtë dhe me 2 brirë. M'fal, ç'është kjo ftesë për fëmijët që të shohin këtë gjë? Kjo është absurde. Dhe kush e bën? Justifikimi me atë ishte që ishte një cirk i vjetër francez. Ky ishte justifikimi. E para nuk ishte e vërtet. Nuk ishte i vjetër, por ishte i ri. Autoria është fituesja e çmimit botëror të letërsisë për lesbike. Autorja e shfaqjes. E kanë nxjerrë xhadat e Armish Shkurtit tek MCN-ja me dokumenta. Autoria e veprës është fituesja e çmimit lesbikeve për letërsi. Pra, nuk kemi të bëjmë me rastësi. E dyta, 17 maj pse u zgjodh? Pse u zgjodh pikërisht shfaqje plus pa program në 17 maj kjo shfaqje? Pse pikërisht 17 maj? Ndërkohë që ritualet satanike që ne pam atje, të pakuptueshme surreale, ishin ekskluzivitet për fëmijët. Kjo nuk ka kuptim. Ti mund të bësh një shfaqje surreale, po pse do ftosh fëmijët? Ndërkohë ftesa ishte ekskluzive për fëmijët. Madje ajo Laxoxe mbante shënime, kujt i kishte çuar ftesën VIP dhe kush nuk i vinte ke karrika që kishte shënim emrin e saj. Që të kuptonte kush bindet dhe kush nuk bindet, kush pranon, kush dorëzohet dhe kush nuk vjen, tamam si ritualet masonerisë. Në këtë lloj kuptimi, ne kemi të drejtë që të ngrejmë këto shqetësime dhe të fillojmë kallëzime penale për gjitha këto vepra që ta kanë bërë. Ndërkohë këta na akuzojnë ne për gjë homofobike. Më fal.
Përveç procedurave, domethënë dhe gjyqeve, kallëzimeve etj. Në skenën publike, nuk keni debatuar në njëri të anës tjetër për këtë, ose nuk ka dashur ndonjë person që të vinë në debat të hapur me juve apo me kushdo që të jetë, domethënë nga e presupozuara ana tjetër, domethënë që të debatoni si, le të themi, po marrim rast laboratorik, si dy palë që debatojnë një tematik të caktuar, po në dy kundërshtime të ndryshme. Nuk ka hapësirë për një farë lloj debati publik, një përplasje? Unë kam kaq vjet që kërkoj debat publik dhe më mohohet e drejta në mënyrë ekskluzive me emrin tim. Koalicioni Pro Familjes, që ka si drejtues të nderuarin pastor Akil Pano, ka quar emrin tim zyrtarisht përgjatë gjithë muajit maj në të gjitha televizionet si folës përballë palëve. Pra, përfaqësues koalicionit. Ka quar emrin tim, emri më është refuzuar në të gjitha 10 televizionet që u thash. E dyta, është refuzuar zyrtarisht nga Altina Aziza, Gjeni Karaj dhe të tjerë. Është refuzuar zyrtarisht nga të gjitha palët, sepse nuk guxojnë të përballen me një avokat, se e dinë se çfarë diskreditimi jemi gjendë t'i bëjmë agjendave të tyre. Pra, ka një censur plot. Unë vetëm një herë që kam dalë për herë të fundit, parë dhe të fundit, ka qenë në vitin 2010 në Opinion, ku kam paraqitur skandalin e 7 librave të trajnimit mësuesve që ishin të agjendës LGBQ, që ishin 3 milion euro program i 3 ambasadave të organizatave të Sorosit, të cilat u bllokuan pas daljes time televizive në vitin 2010 ke Opinion. Dhe u mor një muaj klanimat, unë shkova në parlament, u bllokuan Ministri i Arsimit e tjerë e tjerë. Ata që në vitin 2010 deri më sot refuzojnë të dalin debat. Refuzojnë. Refuzojnë se nuk kanë çfarë thonë. Ju e dini që unë ngrej unë pyes për të vetmin fakt, domethënë sepse në qoftë se presupozojmë, në qoftë se ju e keni gabim, koalicioni e ka gabim, të gjithë tjerët e kanë gabim, domethënë dhe jeni të prapambetur, jeni konservatora, jeni të këqinj, jeni radikale tjetri, mendoj se do ishte shumë e thjeshtë për ata për të fituar debatin. Më fal. Po ta mendosh, domethënë me argumentet e tyre. Kam fjalët e tyre, po them. Më fal, kam 21 vjet që ballafaqohem me agjendën Soros. Ju e besoni që kur në 21 vjet nuk kanë lejuar që të kemi debat publik me ta? Për shembull është një tip këtu, tiku i Sorosit, i themi ne, Adratik Lapaj. Ky refuzon dalin debat sepse ka të ndaluar nga Sorosi, jo nga vetja vet. E ka të ndaluar zyrtarisht, sepse fondacioni Soros e ka të ndaluar të lejoj që një përfaqësues i networku të tij të ballafaqohet me mua në debat publik. E ka të ndaluar. Nuk lejohet. Kam 21 vjet pak të debatu por. 21 vjet. Nuk kam një vit. 21 vjet. Shikose, unë Adriatikun e kam i çik gjan, domethënë, po më ke bërë jashtëzakonisht shumë skeptike, domethënë, më ke bërë shumë skeptik me disa fjalime ose le të themi me disa video ku ke folur për Adriatikun dhe Mahamën edhe për një pjesë shumë të madhe është një çik shumë e paqartë, domethënë ku qëndron ngërçi me Adriatikun dhe pse Adriatiku është i keq. Zgjidhet kollaj, një debat publik, mbaron kaq. Kaq e thjeshtë është. Adriatiku dhe Altini përballë njëri tjetrit, një debat dhe s'ka asnjë paqartësi. Mbaron aty. Palët e kuptojnë ku është njëri ku është tjetri. Arsyeja që ai nuk del, është nuk ka çfarë thotë. Dhe unë këtë sfidë e kam publike, sepse ai nuk mund të thot ato që duhet thot, se nuk e lejon Sorosi. Të thot të tjera gjëra, nuk i thot dot sepse diskreditohet përballë meje. Ai është në një thik me dy presa, përballë Sorosit dhe Altinit. Po të thot ato që do Sorosi, s'ka nevojë dalim në publik. Po të thot ato që si do Sorosi, Sorosi nuk e lejon dhe ai nuk del dot publik. Dhe ai nuk del dot sepse nuk argumenton dot. Arsyet që un kam dhënë që ai po i shërben mafjes Soros me politikën e lëvizjes së tij. Është një organizatë për të gjithë ata njerëz që nuk e dinë, edhe Mahamënia mund të ketë disa që vetë dëgjojnë për herë të parë, si gjë që e vën dyshim që ata dëgjojnë për herë të parë, po që për gjithë ata që dëgjojnë për herë të parë, ku dallohet që Adriatik Lapaj mund të jetë shërbyesi i agjendës Soros? Unë dua t'u shpjegoj një herë publikut që kur unë them që ka marrë para apo financohet nga Sorosi, nuk e them këtë sepse ky është shkaku dhe pasoja. Unë këtë e them vetëm si një gjurmë, kur thua ja gjurmët e ujkut. Nuk e kam unë që mori para nga Sorosi dhe është i Soros. Nuk e them këtë. Unë them, para që ka marrë nga Sorosi dhe mënyra si sponsorizohet nga Sorosi, janë gjurma që ju të shkoni ke ujku. Dhe ujku, ja ku është sot? Ku është ujku? Ke narrativa. Tani pyetja është, në momentin që Tiku propozon në një projekt ligj për votën e diasporës dhe për komisionin zgjedhore, terminologji të tilla që sot do t'i korrigjoj pasi ka dalë blof pas aksionit ton në KQZ
prej 7 muajsh ku kemi paraqititur dokumentat tona si do të ketë reforma zgjedhore etj. Tiku kërkonte që votat të bëjë me postën shqiptare. E ndroi para 3 javësh kur parlamenti mori shqyrtim votën e sigurt ndërkombëtare që kishin propozuar ne 4 muaj më parë. Pra e kishin propozuar ne, kur ai kishte propozuar me postën shqiptare. E dyta, kishte propozuar që mund të bëhet dhe me votim elektronik, që ne kemi refuzuar dhe po ai sot thot, jo po elektronikun e kontrollon patronazhista. Kur ne tham që duhet të votojë diaspora dhe për zgjedhjet lokale dhe kombëtare, ai thoshte vetëm për lokalet. Kur thoshim neve që s'duhet preket kushtetuta, se po i dhe Ramës me prek kushtetutën, do e bëni siç e bëri me firmën e Tikut, në 2020-ën, me firmën e Tikut, që mblodhen 50.000 firma Gjoja, që nuk i mblodhen 50.000, po gënjuen të dyja parë, dhe parlamenti që i morën dhe ta që i dorëzuan, se kur nuk i treguan ato, se nuk kishin mbledh 50.000 firma, dhe atëherë Rama ndroi kushtetutën në bazë kërkesës Tikut dhe Endri Shabanit. Ndroi kushtetutën duke zhdukur koalicione, duke dhënë vetes 7 deputet plus, që si kishte Rama, i mori vetëm me një formull thjesht me propozimin e Tikut dhe Endri Shabanit për ndryshuar kushtetutën. Dhe ne themi, zot japim Ramës ndryshimin kushtetues, se po ja dham, do ndryshoj prap Lora, do i bëj prap këto gjëra, dhe nuk ka nevojë me ndryshuar kushtetutën. Ku gjykata kushtetuese ka përcaktuar të drejtën ekskluzive të diasporës për votim dhe të drejtën e listave të hapura, që shumë e rëndësishme, listave të hapura, që duhet jenë të hapura, ka thënë gjykata kushtetuese. Është gjithë kjo punë. Pra, me këtë kushtetues kemi pse ndrojmë, se me këtë kushtetues ka vepruar gjykata kushtetuese. Pra, ajo që unë them është për të fleksuar se dua ta theksoj pa këtë pjesën se un jam një ndër nismëtarët e asaj lëvizjes që kemi krijuar #dua të votoj 2025 dhe sot që ne po regjistrojmë që i bie diku 2-3 ditë përpara se të dalë episodi, miq tan kanë qenë në Milano të infiltruar brenda në stadiumin edhe i falenderojmë nga zemra Arildën Arbrin edhe të gjithë të tjerët që ju kërkojnë ndjesë si mbaj mend emrin që na keni përfaqësuar në një mënyrë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe që më bën krenar që më ftuat tek kjo lëvizje dhe që të jep pjesë e saj. Vazhdojmë. Doja thoja që ajo që përcakton më shumë këtë historinë e Tikut nuk janë thjesht narrativat. Është vetë historia si funksionon. Në qoftë se ne në muajin maj shpallëm që do bëjmë lëvizje politike në vitin 2023 dhe na u bllokua çdo televizion për të komunikuar. Dhe Tikut ju hap çdo derë e Endri Fugës për të folur, më dëgjoni me vëmendje, çdo natë Endri Fuga i krijonte Tikut Sorosit hapësirë ekskluzive të fliste. Kur ne çuam dokumentat në gjykat në 7 korrik 2023 për të regjistruar lëvizjen tonë konservatore shpreson që do bëshim pjesë e reformit dhe formacionit politik, Tiku që çoi me një avones nga ne, ju regjistrua që javën e parë shtatorit, kurse neve na u dha vendim negativ në dhjetor duke shkelur çdo ligj për ne, sepse ne duhet të ekzistojmë, duhet të ekzistojë Tiku. Çdo televizion që na i jep Tikun çdo natë, pyetja është cilët gazetar, cilët redaksi krijojnë këtë hapësirë në këtë kohë censure, kur dihet që komanda vjen nga Endri Fuga, kuptohet qartë, sepse këtu kemi Endri Fugën të interesuar. Shkojmë ke Andi Dobrushi, drejtori i Fondacionit Soros. Drejtori i Fondacionit Soros njihet në gjithë shoqërinë civile shqiptare si një mbështetës i Tikut. Çdo gazetar që punon në median shqiptare të pohon rekomandimin e Sorosit që Tiku të dalë në televizor me çdo kusht. E treta, Tiku nuk është Tiku. Tiku është Tiku i Sorosit. Pse? Sepse gjithë promovimi i tij gjatë vitit 2013 deri në vitin 2024 është ekskluzivitet i Fondacionit Soros, i parave të paguara nga fondacioni që Tiku të bredhi Europën dhe botën zyrtarisht në konferenca. Se Tiku thot nuk ka marrë asnjë lekë, thotë i kanë paguar gjithë njerëzit. Domethënë ato që bëjnë tash me Shqipëria bëhet. Kështu thot. Okej. Unë fola për sot. Sot mbase Sorosi nuk do të blej gjurmë dhe nuk e financon. Unë po them, çfarë ka bërë 10 vjet. 10 vjet. 10 vjet Tiku thot unë jam paguar si avokat, nuk është e vërtetë. Kjo është gënjeshtër që pra ne nuk del dot debat, unë tregoj dokumentin. Në dokumentin që kam unë, Tiku nuk është në rolin e avokatit, sepse avokati si Tik do të ishte rolin e avokatit në sallë. Nuk mund të jetë Tiku organizator, tryezash të Fondacionit Soros në programin e pandëshkueshmërisë që quhet. Një njeri që organizon në krah të drejtorit të fondacionit konferencën nëpër Shqipëri nuk është avokat, apo jo, është organizator. Avokati shkon gjyq. Unë po flas për organizator. Dhe ky e ka marrë licencën e avokatit në muajin shkurt 2014. Në muajin shkurt 2014, që ka marrë licencën e avokatit ka filluar punë te Sorosi si avokat sipas Tikut. Pyetja është,
Në cilin rast Fondacioni Soros punson një avokat pa përvojë. 3 vjet e ka minimumi në punët e avokatisë. Po avokati po themi në program, se për punët e veta e ka 7 vjet. Ndërkohë Tiku e ka mbyllur LinkedInin, sepse LinkedInin e tij shkruante zyrtarisht avokat i Fondacionit Soros, zyrtare në LinkedIn. Ka politikan pa LinkedIn vlla, mos me ditë se kush është pa CV. A keni parë në CV Tikut Sorosit deri më sot në jetën tuaj? A mund të ketë një politikan që fshet të shkuarën e tij? Po pse fshet? Sepse shkuara e tij lidhet totalisht me Fondacionin Soros. Aktivitetet e tij ndërkombëtare, jo sot, para një viti po them, e 10 vjet rresht. Sa i thot, kam mbledhur shumë konferenca, seminare të. Unë e sfidoj publikisht, na trego burimin e parave të shkuarjes tënde, unë e tregoj ku kam shku. Kush ka pagu? Ka pagu dhe Sorosi mu para vitit 2003, rrugë e shtetit. Unë e them publikisht kush ka paguar çdo rrugë, sepse po të pagoj dikush, ai ka një lloj pushteti mbi ty. Pse? Po kjo është një indicie avokat, më fal që të ndërpres përsëri, të kërkoj ndjesë për këtë. Kjo është një indicie. Tani, kemi një rast për shembull ku ka pasur një periudhë që ka paguar Sorosi ku dëgjon, një konferencë apo tjetri. Nuk është e mundur që e njëjta gjë të ndodhi dhe me Adriatik Lapaj, domethënë që ka shumë e thjeshtë që të këndruar mendje tash, domethënë që mos jetë më atë. Është e mundshme plotësisht. Ja, komplet ta jap përgjigjen. Më thoni diçka që bëri Tiku që nuk i duaj Sorosit. Më thoni diçka që bëri Altini që nuk i prishte punë Sorosit. Është shumë e thjeshtë. Dy lëvizjet tona shpresoni që ne kemi edhe këtu në podcastin tonë mbrapa në logo. Dhe lëvizja e Tikut, Shqipëria bëhet, kanë dy narrativa të kundërta kur vjen puna ke agenda për Shqipërinë. Ajo që thot Tiku është ajo që do Sorosi. Ajo që do Altini është ajo që nuk do Soros. Po thjesht e marrë pse? Tiku nuk e pranon që ka një agent për shpopullimin e Shqipërisë. Pse nuk e pranon? Se po thot agent del autori. Dhe janë dokumentat që vërtetojnë. Tiku ka mohuar 10 vjet të përdorë fjalën shpopullim. Ka refuzuar ta përdori. Se ishte daloshe nga Fondacioni Soros. Fjalë. Ishte narrativ zyrtar, dalohen këto fjalë, lejohen këto fjalë. Pra çdo gjë ka thënë disa herë tash, ja thotë, ja ka thënë Ramës kështu apo. Një vit. Jo largim. Jo, shpopullim, ha. Është term kundër Sorosit fjala shpopullim, prandaj. Këta kanë frikë. Arlin Qorri më ka thënë trosh në ballafaqim publik. Ka thënë zyrtarisht, unë refuzoj ta përdor dëbim shqiptarëve, shpopullim shqiptarëve, se kjo është teori konspiracioni që kërkon të synoj agenda caktuara. Dhe unë i kam thënë, po prandaj të mu që ti e Sorosit. Koncepti që ndron që narrativa, politika, agenda, veprimi përcaktojnë se kush je dhe çfarë bën. Të gjitha fjalët që thot Tiku i Sorosit dhe lëvizja janë të gjitha ato që investon Fondacioni Soros. Fondacioni Soros kërkon të shmang akuzën që i bëhet Fondacioni Soros nga narrativa. Çdo thot, kur ne flasim për agjendën shpopullim dhe targetojmë Sorosin, Sorosi thot, kjo s'po ndodh në Shqipëri, kjo po ndodh në gjithë botën, s'po e bën Sorosi. Këtë fjalë e thot dhe Tiku. Kur ne themi që reforma Soros në drejtësi, shkatroi drejtësinë, synon këtë gjë, e ka bërë Sorosi, Tiku thot, ka probleme, po ne mbështesim fuqimisht. Çdo fjalë që themi dallohet vetëm ke narrativa e Sorosit. Pra, për të kuptuar Tikun, nuk ka nevojë dëgjosh Altinin. Merr atë që thot Tiku, merr atë që thot Altini, vendos Sorosin mes dhe kupto kujt i shërben njëri, kujt i shërben tjetri. Pra, nuk janë parat ato që thonë ja kushtu ujku. Parat tregojnë ku janë gjurmët. Ne po ju tregojmë ujkun sot. Kujt i shërben ajo që bën Tiku? Ajo që shërben Tikut, ta them unë, shif leadershipin e Tikut. Nga i pari, deri tek e fundi janë të gjithë uokët liberal të George Soros. Të gjithë personazhet e përfshira në këtë organizatë janë njerëz kundër Trumpit që thonë Trumpi e keqja njerëzimit. Po të shikosh, personazhet femra janë të gjitha të trajnuara nga Fondacioni Soros, ambasada amerikane e linjës Soros, dhe të gjithë janë personazhet të agjendës Soros. Pra, pyetja nuk është çfarë them unë dhe çfarë thot ai. Pyetja është, shikojini pak ta, kujt i shërben, nga vinë dhe çfarë kërkojnë. Të gjithë janë pjesë e agjendës woke globaliste në Shqipëri, që intereson shoqërisë hapur. Pra, Tiku nuk është i Sorosit se ka marrë 5 lekë. 5 lekë tregojnë gjurmën nga nisemi ne për të bërë zbërthimin e ngjarjes. Janë fakte, indicie që të çojnë një argument. Po ti shif çfarë bëjnë, çfarë kërkojnë, ato që kërkon Sorosi në Shqipëri. Edi Rama nuk mund të do të marri Tikun përballë i thotë kur të vish ti këtu ku jam unë, po nuk pati qëllim promovimin e tij. Ajo që ka bërë Edi Rama me Tikun e Sorosit
është momenti kur Tiku ka humbur gjithë pikët Shqipëri. Pse? Po kush budalla nuk e di Shqipëri? Që po të morim Rama në debat dhe thot kur vish ti këtu ku jam unë, pra kur bësh ti kryeministër, nuk është promocioni i Edi Ramës. Rama nëse le me dalë televizorët që s'kemi lidhje me të fare, e le më na japin ne mundësinë e debatit. Pra Rama thot, këta kam kundërshtarun, këtë njofun, ky është ai që kam kundër me. Dhe kur e nisi lëvizjen Tiku, t'ja kujtoj pak, kur ne kishim protestat më të rëndësishme për të mbrojtur studentët nga vaksinimi, Tiku bëri diversionin e protestës për çmimet, duke mos pranuar t'i dalin në mbrojtje në protest studentëve që të mos vaksinoheshin, sepse Soros nuk e lejonte gjë kur për 100 vjet. Dhe ai bëri një diversion për të sabotuar protestën kundër vaksinave, pavarësisht se ne fituam duke u distancuar nga Tiku. Po të mos ishim distancuar nga Tiku, nuk do arrinim dot t'i mbronim studentët, sepse po ta shohësh edhe këtë javë, dhe javës që kaloi, Tiku nuk e thaj llaf, po gjys llafi, për faktin e ritualeve satanike ke liçeni. Për faktin që këta duan të bëjnë ligj surrogacie për të komercializuar, që në Gjermani konsiderohet krim i papranueshëm. Në Itali do shpallet krim universal, që as italianë s'mund ta bëjnë jashtë Italisë. Pra, po të bësh pyetje është çfarë bëri Tiku për të mbrojtur gratë shqiptare nga surrogacia, për të mbrojtur rinë shqiptare nga sterilizimi, për të mbrojtur familje shqiptare nga adoptimi i fëmijëve edhe nga agenda për të futur në shkolla dhe nga martesat për. Asgjë, pse? Po këtë thot Soros, nuk e thot Altini. Pra nuk gjen në Tiku ke fjalë që thot Altini për paratë e Sorosit. Tiku i Sorosit gjendet tek narrativa e Tikut, që është e njëjta gjë që prodhohet në zyrat e fondacionit Soros. Domethënë është e gjitha është një cirk i madh, domethënë nuk është kundërshtar i Tikut Rama. G99 2009 me Erion Velin, identik. Kotër ja për të thënë është të njëjta. E njëjta histori. Ku ka thënë fjalë këshia Erion Velin, ku fjalë mira thoshte vetë, bukura thoshte vetë. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Ku ndryshon Tiku nga Erion Velia. Madje Tiku më quhet fotokopi Erion Velis, por është më i aftë në speech, me atë mënyrë e trajnuar të folurit pak vulgar, kështu pak si dialektore etj. Atë e bën mirë. Atë që e ka, jepi Cezarit çaj takon Cezarin. Atë e bën mirë. Po kërkojmë zgjidhje për Shqipërinë, jo për teatrin kombëtar. As për estradën. Do jetë një video, do jetë një short shumë i bukur kjo. E di çfarë lind pyetja? Se një njeri i thjesht si puna ime, avokat. Nëse këta janë ata që janë, me këtë lloj fuqie, e thën shqip fare. Si nuk e frikë o buri dhe. Dgjoj, se shpytje shumë e thjeshtë. Në rastin më të keq do fitoj parajsën. Në rastin më të mirë do fitoj edhe parajsën dhe Shqipërinë. Koncepti është që un kam vite që jam angazhuar këtë gjë, po nuk jam vetëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur flas unë, dalun dhe flas këtu, ty duket se po flas unë, nuk po flas unë. Po flas unë dhe shumë të tjerë. Unë më tepër jam sintezë e shumë opinioneve, pikpamjeve dhe qëndrimeve dhe rezistencës shumë njerëzve. Dhe kur unë mendoj që gjyshi im është vranë luftë, ka marrë plumin ballë, 44-ën, la babain tim foshnje në krahët e gjyshes time, i hypi në mushk dhe i nisi përke familja e vet, dhe u nis me pushk në dorë dhe u vra dhe si andjeu fare se ta desa armë kam dorë, do i këtë luftoj edhe më të vritem. Po kështu jam vra mira njerëz, more. Po jam vra 100.000 shqiptar duke luftuar për Shqipëri. Po më fali sekond, çfarë po bëjmë ne? Po dalim po flasim. Luftë e madhe ne, se po flasim. Ajo është luftë e vërtet kur merr pushkën, se faktikisht këtu në Shqipëri kjo na mungonte. Problemi qëndron që këtu me agjendat e tyre, këta i kanë siç tredhur njerëzit, i kanë bërë të pafuqishëm për të pas guxim dhe kurajo, se i kanë kapur nga të gjitha anët. Po duhen ca burra, duhen ca hunglesha. Duhen ca njerëz që i dalin për Zot. Dhe unë shoh që kanë plot bashkëpunëtor për këtë gjë. Natyrisht unë dal më shumë dukje sepse jam investuar më shumë dhe mbase ka trajnuar dhe Sorosi për të qenë i Zoti me bë komunikim publik. Po e vërteta është që ka shumë burra këtu vend. Nuk është se nuk ka. Thjesht ata i zhdukin sikur se ekzistojnë. Pra këta kanë ndërtuar një errësirë të madhe censure, manipulimi mediatik, që të mos merret vesh që ka burra këtu vend. Dhe burrat e vërtet, të qenë të errësirë gjithkohës, e kuptojnë një moment që lodhen dhe dorëzohen, sepse këta kanë fuqinë më të madhe ku e kanë. Këta kanë 3 fuqi të mëdha. Të godasë ke familja, ke buka e gojës fëmijës, madje edhe ke jeta e fëmijës. Këta të mbyllin çdo lloj hapësire që ti të kesh një karrierë. E treta që kanë këta që kanë shumë fuqishme, këta kanë një sistem të tërë që të detyron çdo ditë të thotë, ama lekët punë çfarë duhet ty. Po lesë do e zgjidhësh, do shpëtosh botën ti. I ka rreth lekët punë.
Ajo është kanceri më i madh i shoqërisë, kështu e quaj. Unë e quaj kanceri më i madh i shoqërisë shqiptare, por jo vetëm shqiptare, se ndodh në shumë të tjera, por unë flas për aty ku më dhëm, domethënë është kanceri më i madh, është ajo pjesa që apo çfarë do bësh ti. Po ka qenë bura më të mëdhej se ty s'kam për asnjë gjë çfarë do bësh ti. Pse flet të blon? Ça podcasti bën, çfarë do bësh ti me podcastin, harxhon kohën. Pse nuk ikë valla pina një birë andej, ç'pun ke ti, merr del ti flet aty. Për njerëzit e kupton, ne kam dëgjuar shumë, po unë tani jam ftohur nga kjo pjesa, nuk më vëmë përshtypje fare këtë. Ka ikur ajo, është e kaluar tashmë pjesa ku mua më ndihesha ore dalë, mos jam budallaj këtu, çfarë bëj. Dgjoj, do vi një moment që ata që nuk flasin dhe që i çajnë me derën atyre, fal për shprehjen, atyre që flasin, do ta paguajnë shumë shtrenjtë ke shtëpia e tyre. Dhe kur t'u vinë mend, do gjykojnë nga fëmijët e tyre. Po do jetë vonë se s'do kenë çfarë të thonë. Sepse në fakt kjo luftë që ne po bëjmë ka të bëjë me të ardhmen, jo me të tashmen. Sepse nuk do ketë mas të ardhme, po nuk luftuam sot për ta mbrojtur këtë të ardhme. Sepse ardhmet do jetë shumë herë më regresive se sa e tashmja, qofse nuk do ta ndalojmë. Dhe guximi për të luftuar është vërtetuar që shpërblehet. Pse? Se ne bëjmë pjesën tonë, Zoti bën pjesën tjetër. Po sta bën Zoti pjesën e vet, po nuk bëret i pjesën tate. Parimi është ti duhet bësh luftën tënde, të vogël, të madhe, aq sa e ke mundsinë, sepse vetëm kjo lloj lufte përbashkët e shumë palëve dhe aq më mirë kur koordinohen dhe bashkohen, arrin të krijojë arsyen pse Zoti duhet vëjë një dorë. Ndryshe, Zoti nuk vepron as pak, se nuk meritohet. Dhe unë besoj që lëvizjet tona të vogla, të mëdha, si to që të jenë, nuk kanë asnjë kuptim, po nuk besove që ka dhe një Zot që vepron, sepse është ai që bën balancet mirës dhe të keqes. Është ai që ta jep mundsinë ose ta heq mundsinë. Pse? Sepse në thelb ateizmi që këta kanë shpikur është pikërisht për demotivuar njerëzit që ti s'ke asnjë peshë, asnjë gjë, s'do bësh asgjë. Sepse duke zhdukur prezencën e dorës së Zotit, ti kupton, po unë jam një asgjë, unë jam një pikë në oqean, ç'do bëj? Asgjë. Kur ti beson ke Zoti, ti beson që ka dhe një dorë më të fuqishme se dora e të keqes, e të keqit, e të ligut, e të ligës. Dhe kjo është arsyeja kryesore që ata nuk duan që të përmendet besimi në Zot. Se këtë kanë frikë ata, fuqinë e madhe që ka veprimi jot nëpërmjet asaj që quhet dora e Zotit. Unë dëgjova, jo nuk e dëgjova, e lexova më saktë dhe konfirmova nga miqtë e mi sepse nuk doja të reagoja dhe në fund pastaj e lash fare. Unë Hazdira e kam pa Harizaj si e ka zotëria që ai personi që merret me këto të drejtat e fëmijëve në Shqipëri. Altin Hazizaj. Po, Hazizaj, më fal. E kam pasur në podcast para shumë kohë, është në fillimet e mia kur le të themi nga gjysma, nga 40 e ca, e mbaj mend, kemi folur për diçka që në fakt rela ka qenë shumë e mirë, ka qenë për dhunën në familje, ka qenë thjesht për keq trajtimin e fëmijëve dhe ishte shumë mesazh i mirë që ka dhënë atë ditë, domethënë për ato që kemi folur, ka dhënë një mesazh vërtet shumë të mirë dhe ka treguar disa metoda domethënë për paralimin e dhunës e tjerë, por kur pash para disa ditësh partia nuk e mbaj mend pjesën që është më keqja më e madhe është feja dhe besimi e tjerë. Unë jam zhgënjur publikisht edhe shumë njerëz do thonë që blon ti nuk je askush, pse duhet të zhgënjesh ti nga ai domethënë, po që të kujtoj një të keq edhe më të madhe të atij. Ai reprezenton shifra të tmerrshme Shqipëri kundër familjes. Ai thot 1 në 3 fëmijë dhunohet seksualisht nga familja apo nga të tjerë. Fal, ku ndodh kjo në Shqipëri? Kjo është mashtrim. Nëse kanë një midis të mbrojtur dhe të shëndetshëm në raport me Europën, Shqipëria është e tillë. Nuk ka 1 në 3 fëmijë të dhunuar seksualisht. E dëgjoj dhunim seksual. Është fjalë shumë e rëndë. Ai e bën këtë për të degeneruar respektin që ne kemi për familjen, duke i bërë familjet shqiptare sikur janë qendra pedofilie dhe incestesh. Kjo lloj mënyrë narrative ndyrë që ai shpik çdo vit është pjesë e agjendës për dekonstruktuar dhe demontuar familjen si vlerë dhe mbi gjitha si kështilla më e lartë dhe më e fuqishme e mbrojtjes çdo fëmie që është familja. Ata japin shifra fake, absurde, gjëra me sondazhet e tyre, ka shumë fëmijë dhunohen seksualisht e tjerë, pikërisht për demontuar familjen. E kanë agjend lëvizjet LGBTQ, feministe radikale e tjerë, për të dhënë vazhdimisht shifra fake, sikur familja shqiptare është problemi. Jo, familja shqiptare është zgjidhja. Problemi është shoqëria, problemi është shteti, problemi është kultura, bombardimi. Familja është vendi më i shëndetshëm i fëmijës. Ndërkohë po të shohësh narrativën e tyre, duke u marrë gjithmonë raste perifike që kundojnë gjithmonë botë, që nuk e përfaqësojnë dot, ata shpikin armikun familje.
sepse e dinë shumë mirë. Fuqia janë më e madhe. Fuqia më e madhe e fëmijëve. Mbrojtja më e madhe, i vetmi vend ku fëmia është i sigurt, është familja. Askush nuk e do njeriu më shumë se prindrit e tij. Askush. Askush. Vetëm familja e tij e do më shumë nga gjithë. Dhe ata e luftojnë këtë gjë duke shpikur vazhdimisht dhunë familje. Dhunë familje. Pse? Po dhunë familje kemi pas gjithmonë. Dhunë familje ka gjithë botë. Dhunë familje ke burgjet plot perëndim. Dhuna familje që sajojnë këta bëhet për të dekonstruktuar familjen. Familje patriarkale. Më fal po, ne kemi parë familjet shqiptare. Çfarë roli ka gruaja në shtëpinë tonë? Gruaja në familjet shqiptare është pushtet në vete vëlla, që se gjen as perëndim mase. Dhe këta e shpikin patriarkalizëm. Vetëm e vetëm se duan të shkatrojnë të vetëm mbrojtje që kanë fëmijët. Sepse po t'ja hoqësh këtë guac mbrojtje, atëre ata kanë një libër, e kanë shkruar në 85-ën, e kanë Kongresin Amerikan, quhet Manifesti Gay. Dhe fillon, ne do të vijmë për fëmijët tuaj. Këta po vijnë për fëmijët tanë, po nuk janë gay si komunitet, janë disa aktivistë, mercenar, të agjendave fabianiste, që operojnë në Shqipëri nëpërmjet Sorosit. Ka që thjesht është. Avokat, sepse duhet bëhemi gati edhe për punë nesër, se ne të industrisë ndërtimit. Unë do të jap një mesazh shumë të rëndësishëm për sot. Para se do ta jap dhe rastin për mesazh, domethënë. Po thjesht kam një pyetje, domethënë ta diskutojmë për para se të japim mesazhin, edhe pse kjo nuk do jetë, shpresoj unë të paktën mos jetë hera e fundit që do bisedojmë së bashku si për qefin ton, po edhe për interesin e të gjithë atyre që dëgjojnë. Nga të gjitha këto, domethënë, si organizata, aktivizëm, politik, financa, edhe tjerë, gjithë kjo e zezë ku kemi rënë, me sa duket kështu. Ku është dalja? Si është dalja? Si arrihet, domethënë, që të shohësh dritë në fund të këtij tuneli? A ka dritë në fund të këtij tuneli e para fare? Edhe si shkohet deri atje? Në qoftë se. Pa besimin Zot, ta harroj kush se do kemi zgjidhje dot për shkak të skeqjes së kaq e fuqishme dhe po të flasim me terma fetar, Satani e ka pushtuar, jo Shqipërinë, po botën. Ne kemi ndërtuar një skem politike funksionale. Ne themi do themelojmë një lëvizje politike që do regjistrohet në gjykat, që të ketë vull të formacionit politik partijak, e cila do të krijojë një koalicion të partive, individëve, organizatave, konservator, të djathtë, që të paraqitet në parlament për të kapur mesin e artë të votave. Çdo të mesi e artë i votave. Do thotë mos lesh askënd qeverisë. Do thotë të bllokosh palët që të bëjnë atë që dinë të bëjnë. Të shkatrojnë Shqipërinë, të shkatrojnë Shqipërinë, të shpopullojnë Shqipërinë. Duke bërë një blok të mesit me vota, me deputet, ne arrim që të detyrojmë opozitën që të krijohet një qeveri teknike e përkohshme për të bërë një kushtetutë të re. Dhe kjo kushtetutë e re që ndryshon rregullat e lojës antidemokratike në demokratike, prodhon zgjedhje nga e para. Po zgjedhje që të prodhojmë një qeverisje të padeformuar, real. Ne besojmë që i marrim të vota për shkak se kemi kuptuar që ne jemi të vetmit pakapur dhe nuk jemi, si thosh, në asnjë rast në kauza shitje, siç po shohim gjithë opozitën shqiptare aktuale. Koncepti jonë është që ka forca, fryma, grupe, individ, lëvizje konservatore, sovraniste në Shqipëri. Ka ekzistojnë, edhe të regjistruara në gjykatë, edhe në KQZ, të cilat mund të grupohen përtej kësaj opozite të shitur që ka Shqipëria parlamentare, me ndonjë diferencë të vogël, 2, 3, 4 individ që përveçojnë grupe për jashtë parlamentit më shumë se sa brenda parlamentit, të cilat mund të prodhojnë votat e të gjithë pakëdhësisë publike të majtas dhe djathtas, për shkak se prezantimi i ofertës tonë do të jetë një program konkret i vërtet, jo me prava 300.000 vende pune, po konkretisht si bëhen ca punë dhe si hapen ca hapësira të reja, por mbi gjithë me ndryshuar rregullat e lojës me një kushtetutë të re, që nuk e bëjmë dot jashtë parlamentit. Dhe nëpërmjet kësaj ne jemi gjendë të marrim atë që vota nga shqiptarët, sa të mos lejmë asnjërin nga palët e korruptuara të qeverisin, dhe fare mirë, ne të krijojmë një model teknik, qeverisje teknike të përkohshme 6 mujore, diku 9 mujore maksimumi, sa të futet populli shqiptar në një referendum kushtetues, pas janë bërë dhe ligjet për referendum dhe për ta bërë këtë gjë, sepse një kushtetutë e re do garantonte zgjedhje normale, zgjedhje pa patronazhist, zgjedhje pa frikë dhe le të fitojë kush fitoj. Pastaj shqiptarët e kanë dorë vet. Natyrisht me votë e diasporës prezent, natyrisht me lista të hapura, natyrisht pa i dhënë pushtet më patronazhimit dhe duke ndërtuar një model i cili përbëhet nga njerëz, si thosh, që nuk kanë histori korrupsioni, mbi të gjitha, por mbi të gjitha të kenë frikë nga korrupsioni. Si?
nëpërmjet një regjimi diktatorial të ndëshkimit të korrupsionit. Ka forma që do t'i prezantojmë në podcastet tona se si ti ndërton struktura të ashpra paranaluese të korrupsionit nga një anë, por mbi gjitha të ndëshkimit të gjithë çka kanë bërë 30 vjet. Se pa i futur në burg dhe pa u marr konfiskim gjithë pasurinë, gjithë çka kanë vjedhur, ky vend nuk do ketë zgjidhje sepse modeli i keqes do triumfojë. Do të ndëshkuar e keqja që të mos vazhdojmë më. Dhe ka zgjidhje për këtë punë sa të duash. Do t'i shihni në muajt të ardhshëm argumentat që kemi. Nga ana se e kuptoj që jeni pasionant, domethënë dhe okay, dihet edhe rrezatohet e gjithë energjia. Rrezatohet energjia, domethënë dhe që duket që e thënë me fjalë të thjeshta e kemi të vërtet. E ke parasysh edhe vërtet e ndjen diçka, edhe vërtet të beson edhe është mendoj se edhe ai që ka gabim, nëse do e beson të vërtet është prapë politikan i mirë për mua, po të paktën do ta mbushim mendjen që e beson vërtet atë gjë. Pyetja e fundit fare pastaj do ishte si nga ana financiare si përballoni këto domethënë idealet ose me organizimet e tjera e tjera. Çfarë shef këtu? Po. Është një podcast që është krijuar vetëm me parat e qytetarëve shqiptar. Çdo gjë që shef. Madje edhe ky mouse këtu, edhe kjo telekomanda këtu, janë parat e qytetarëve që i kanë sjell për të bërë një dritare lirie të komunikimit publik. Koncepti është që duket sikur duhet shumë para për të ftuar të keqen. Nuk duhet shumë para për të ftuar të keqen. Duhet shumë zemër për të ftuar të keqen. E dyta, duhet garanci që ato 5 lekë që merr nga populli për të bërë diçka, duhet vinë nga burimet pastra dhe ti të mos jesh i shitur dhe i blerdas nga ato para. Ku qytetarët mund ndërtojnë skema, siç po ndodh tuk e ne, të cilat si thosh janë të arsyeshme, të logjikshme dhe nuk janë si ato që të paguash zyrën 3.000 euro në muaj, para dhënie 2 vjet që gjithkush e kupton çfarë çmenduri është, si mund të paguhet zyra, cili biznes, siç është rasti Tikut Sorosit, që ka të paguar për 2 vjet 3.000 euro në muaj, zyra mund paguhet 2 vjet garanci, ta paguash tash, do thot çmenduri. Po pra kuptohet se janë para që vinë në grante direkte, merri këto për këtë dhe dihet se nga vinë. Koncepti qëndron që në Shqipëri ne besojmë që me teknologjinë e informacionit jemi në gjendje të sigurojmë regjistrimin në gjykatë. Jemi në gjendje të regjistrohemi edhe në KQZ. Në moment që jemi të regjistruar edhe në gjykatë dhe në KQZ për të paraqitur si forcë politike zgjedhje, varet nga fryma e qytetarëve dhe nga parat, se çfarë ti, sepse edhe duke qenë censur, s'ka fushat më të mirë, si tha Donald Trump. E bëra fushatën, tha, me paratë e Clintonit kundër meje në vitin 2016. Koncepti qëndron që neve nuk na vret censura për fituar zgjedhjet, ne na fuqizon censura. Se kupton dhe lopa, pse i majnë këta në censurë më dha? Pse nuk duhet dalin dhe këta të flasin siç nxjerrin tikun për natë? Pse nuk duhet flasin këta? Se këta duket nuk që kanë me këta. Dhe çfarë duan shqiptarët? Se ti e the vet, duan garanci valla, që nuk janë dhe këta si të tjerët. Po ku ka garanci më të madhe se censura? Fakti që s'ten me fol, as opozita as ta. Fakti që i ke gjithë kundër, me opozitë me pushtet. A ka garanci më të madhe që ne nuk jemi si këta? Fakti që s'na lejnë. Dhe kjo censur është arma jonë më e fortë elektorale për të siguruar mbështetjen nga elektorati. Unë shpresoj, domethënë, seriozisht si person të uroj shumë suksese, që është goxha i goditur, domethënë, dhe ju ftoj njerëzit domethënë ta ndiqni edhe thjesht hapni horizont, domethënë me një mendje të hapur pas gjykim, dëgjoj sikur dëgjon një fëmijë, domethënë që nuk e di, mund të thoj ndonjë gjë shumë të mëndshme, të dalë gjeni, mund të thoj ndonjë gjë normale që thon fëmijët. Po vërtet ju uroj shumë suksese, domethënë edhe më bëhet qefi që ka persona domethënë që pavarësisht se sa do të jep edhe një mesazh. Patjetër. Ne sot filluam e transmetuam edhe ke Fax News që çdo ditë presim kontakte nga qytetarë që duan të mbështesin mbledhjen e firmave për koalicionin ton që po krijojmë, që fillon me lëvizjen Shpreson për një listë qytetare të hapur, çdo vit do mbushet nga grupe, nga individ për të qenë një ofertë e re politike qytetare në zgjedhjet e ardhshme. Ne kemi shumë nevojë për njerëz që mendojnë si ne, që mund të lexojnë te faqja lëvizja Shpreson.al, te faqja shpreson.al, mund ta gjejnë aty informacionin se çfarë ne prezantojmë, çfarë duam të bëjmë, kush jemi ne, kush janë parimet që na bashkojnë, çfarë duam të arrijmë. Dhe nëse ata e ndjejnë që kanë pikpamje përbashkëta, të përfshihen dhe ne kemi një numër telefoni shumë thjesht 067 200 4545. Më thjesht ka 067 200 4545, të na shkruajnë
se ne po kryojmë këtë javë rrjetin e mbledhjes firmave. Kemi bërë gati gjithë skemën, kemi bërë gjithçka dhe duam që këtë javë të mbyllim gjithë bashkitë e Shqipërisë, por dhe diasporën për mënyrën se si do të mbledhin firmat. Duam që për 2 muaj të kemi gati të çojmë gjykatë dhe të fillojmë betejën me gjykatën e Tiranës dhe të jemi gati dhe për KQZ. Sepse nga çasti çast nuk e zgjedhët parakoshme, ku dihesh për këtë vend. Unë shpresoj domethënë që edhe unë do e firmosja këtë domethënë. Falenderoj shumë. Unë kam madje më fal. Kërkojmë të na firmosi çdo socialist, çdo demokrat, sepse nuk do thotë që do na votojnë ne, po të firmosin, po të jemi edhe ne me ofertën tonë, se mirë do ndikojmë sido që të jetë zgjedhje. Atë doja të delja edhe unë domethënë. Unë ju ftoj të gjithëve si për shpreson qoftë për Shqipëria bëhet, kur të bëhet, se ata janë akoma lëvizje, nuk janë bërë parti. Teorikisht nuk dëmton asnjëri, domethënë që edhe një palë tjetër aty është e vlerë e shtuar gjithmonë. Qoftë e keqe, qoftë e shitur ose qoftë në rast i tillë që do jetë një paketë tjetër. Kështu që gjëja minimale që mund të bësh të qytetar është të konfirmosh diçka që minimumin e 1 nga 10 apo 15 apo 20 pika të përputhet, në qoftë se dient, konfirmoje. Se zgjedhja, e votën, se e votën është gjë e tjetër. Por ju them që ti jeni thjesht të hapur për sa i përket ofertës. Jepja shansin dikujt që të bëjë ofertë. Nëse s'të pëlqen, mos e prano, nuk ka asnjë lloj problemi. Thjesht hape një herë menin. Një moment thjesht dëgjoj çka ka për të thënë dhe pastaj s'dua, nuk të votoj plot. Ciao. E kupton? Thjesht jepi një shansin që të thojë çka ka për të thënë. Nuk e di Prandaj u nëse shpingën podcastet, që kur s'na lën me fol, kemi ku të flas. Po do të kemi, shiko, sa të kemi fuqi, edhe Zoti i lartë është, sa të jemi në rregull me të gjitha, me familje dhe me shëndet, domethënë Puçi Podcast të jetë si për Tikun dhe për Altinin, edhe për Hazizaj, edhe për Ramën, edhe për tjerë i hapur, sepse unë jam i gatshëm të diskutoj me çdo njeri për çfarë do lloj gjëje, në qoftë se ka normat, në qoftë se ka persona që janë të aftë për të folur, që kanë çfarë të thonë dhe nuk merren me cirk publik, duke sharë dhe duke thënë po tha këtë, tha ky atë. Unë i vë një vlerë shumë të madhe, sepse unë e thënë në një mënyrë shumë agresive, kam asnjë gjë tjetër thjesht se sa një ignorant që kërkon të mos jetë më aq ignorant sa ishte dje. E kupton? Unë 2 gjëra po të mësoj sot, unë kam fituar betejën, nuk kam zgjuar në rregull sot. Kështu që kështu unë të falenderoj përzemërsisht jashtëzakonisht shumë që madje të ftoj që kur të shohësh në një temë që të duket me interes, ne podcastin tonë e kemi transformuar në një debat publik tashmë me 5 veta live, me Zoomin anash, me Skype-in, ku do i kemi të hapur kushdo në çdo orë, kushdo mund të futet në një debat që bëhet live. Kur shef një temë, do të na shkruash që të përfshihesh. Ne duam bëjmë një debat publik dhe të hapur, nuk na ndjen fare si thosh për standardet e censurës që janë aktuale, ne po krijojmë një model tjetër. Çdo qytetar mund të futet debatin tonë nëpërmjet Zoomit, po çdo kush që ka një pozicion caktuar edhe nëpërmjet Skype-it, në mes debatit që ne kemi, dhe fillojmë këtë javë natë për natë transmetimet tona. Në çfarë ore fillon? Në 8 çdo natë. Në orën 8 çdo natë. Po, edhe në YouTube edhe në Facebook për momentin. Mirë, është fillimi më i mbar i mundshëm, audienca shqiptare shumica aty, është YouTube dhe Facebook. Unë e provoj në 2 vite në podcaste dhe i njoh shifrat deri diku. Ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese dhe jam i bindur që edhe në Shpreson podcast do të dëgjohemi një ditë të ardhshme. Deri herën tjetër, avokatun ju uroj gjithë mirat, jashtëzakonisht shumë suksese që ndroni kështu si jeni. Do na ndjekin sepse është audiencë e re për ne dhe vlerësoj shumë që do argjojnë kohë për të na ndjekur debatin, audienca juaj. Do argjojnë kohë, po audienca ime janë njerëz kokfort si puna ime dhe shumica, unë jam shumë i kënaqur se një pjesë shumë e madhe, domethënë mbi 80% dëgjojnë deri në fund edhe besoj se pavarësisht se jemi pak e saktë, domethënë jemi vërtet ka shumë rëndësi këtë rast. Pikërisht, edhe jam vërtet shumë i kënaqur dhe shpresoj që gjithë secili, edhe një pjesë e mirë që mund të ketë mendime ndryshe, ju lutem, thjesht dëgjoni me të hapur. Nëse keni kritika, kërkesa apo ide të tjera, thjesht komentojeni.
Nëse nuk doni të komentoni, që s'doni të dilni publik, thjesht dërgojeni në mesazhe. Herën tjetër që do flasim me avokatin, të gjitha ato kërkesat edhe mesazhet edhe pyetjet apo kritikat do i diskutojmë në detaje. Ne për këto jemi jashtëzakonisht shumë të hapur, sepse për mua vlera më e madhe është diskutimi dhe asnjë gjë tjetër. Unë për veten time, shqyr Zotit, deri gjërat i kam në rregull, jam inxhinier, në punë jam, godina ndërtohet, e kupton. Kështu që ajo kjo që bëj unë është zero, është minus, as zero nuk është, domethënë, kështu që çdo gjë e bëj për shefin tim dhe për interes. Ta që do vishën në një kohë që nësuar të madhe se siç thoshte George Orwell, thua të vërtetën kohën e mashtrimit universal është akt revolucionar. Nuk kishte fjalë më të bukur për ta mbyllur. Avokat, shumë faleminderit dhe dëgjoj mirë tjetër. Mirupafshim, natë mirë, suksese dhe këtë javë të mbarë, paç. Faleminderit. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.